Për një pyetje për një gjë do e para shtrojmë edhe për tjerët. Flor Mimrama. Mimbroma, mirë gjeta. Mirë se na erdhe. Thash se bëre si Rama dhe ti që fto për bashkëbisedime dhe fletet në ti, isha kështu, isha listener. Sa hyre ta çova ftesën. Ja dola ti vetë çunat në gjumë në kohë. Bukur. A e gjetë rrugën? E gjetë edhe rrugën? Kollaj fare, më, kollaj fare. E kemi ftu Florin sot për të gjithë ato që na dëgjojnë për herë të parë. Për të na tregu pak për eksperiencën e vet të punës që ka marrë përsipër, që është përfaqësimi i diasporës, që është në vetvete detyrë shumë madhore, them unë. Por unë do e kisha organizuar kështu, thjesht do ta pyes Florin për eksperiencën e vet, për punët që ka bë, për organizatën që ka kriju dhe si e ka çu përpara me drejtimin dhe leadershipin e vet. Dhe po ashtu ato ferrat që hasen rrugës, vështirësitë e tjerat. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Po ta lejt liri herë ty, pastaj kur dalin në pyetje. Po të lirë fare, kush të ketë pyetje me kënaqësi. Po mos më e parë herë faleminderit shumë ty që më ftove dhe gjithë dëgjuesve, po mos merit kaq shumë vlerë edhe përfaqëso diasporën, është shpesh e rëndë ajo. Jo, thash detyrë që e ke marrë përsipër, pastaj se sa e vonë e shohin vetë njerëzit. Jo, në fakt të përgjigjem direkt, domthon kjo që kemi bërë ne me diasporën për Shqipërinë e Lirë, për cilën jam shumë krenar, gjykoj që i kemi dhënë të paktën e kemi kthyer diasporën, jo si sepse diaspora nuk është homogjene, po atë lëvizjen tonë e kemi kthyer në një farë zëri të diasporës, sepse deri para 4 vitesh ju i mbani mend ministrinë e famshme pa portofol diasporës, ato samitet e diasporës, mbledhjet e mëdha që kushtojnë me miliona nga taksat e shqiptarëve, dhe në fund një vrim në ujë, pra asnjë gjë, sepse diaspora kishte ngelur për shumë vite, gjykojmë ne të paktën, në atë konotacionin folkloriko-kulturor. Pra, vite 28 nëntori, bëjni festa betare, çoheshin ca libra, shkonin ca ministra, ca ambasador, bënin ca foto dhe kaq ishte. Ndërkohë, diaspora vazhdonte të ishte një shtyllë nga më kryesore të prodhimit brendshëm bruto, me remitancat, që mesatare është diku ke 10% në këto 30 vjet e fundit, dhe për çuditën vitet e fundit kur ka pas një stagnacion të ekonomisë në Europë. Falë se 30% si ishte kjo 30%? 10% në 30 vjet e fundit. Pra një mesatare plus minus her varion. Remitancat janë 10% e GDP-s apo si bi? E prodhimit brendshëm bruto, po. Domethënë, kështu që po ta shohësh si investitor, nëse do shife si investitor, është investitori më i madh në Shqipëri, që janë po vetë shqiptarët. Dhe kur vjen puna, ishin po flas shumë kështu miqësisht sot, s'po rryni etik të madhe, pra ishte si një lop që vetëm kanë dëshirë ta mielin sa herë vjen puna. Po kujtoj tu dhe rastin e tërmetit, e asaj periudhe fatkeqe në Shqipëri, se si u ngritën shqiptarët anë mban botës dhe sa miliona euro hodhën në rindërtimin e Shqipërisë, në ndihmesën e Shqipërisë, përveç asaj ndihmës konstante që ka qenë gjithkohës për familjet dhe indirekt për ekonominë e vendit. Pra çfarë dua të them me këtë është që ne kishim ngelur si një fëmijë jetim që ishim gjithë jashtë dhe vetëm vijej bëheshin ca festa me valle, me foto dhe kaq mbaronte. Kur vinte puna për të marrë ne një të drejtë minimale, të drejtë kushtetuese, siç është kjo e votës, gjithmonë bëheshin premtime boshe dhe ne, po nëse më lejon arbër pak tek krijimi i lëvizjes, se ka lindur shumë natyrshëm. Një grup nga ne kemi qenë nga mbështetësit e qendresës së teatrit, përfshirë mua, duke menduar si e para jam rritur. Kush ka qenë tjetër? Po unë jam rrit në atë zonë, unë dhe Nadori për shembull ne jemi rrit në një rrugicë, Nador Bakalli. Ne kemi qenë aty jemi rrit, pra kemi shkuar në Kopësh bashkë, kupto? Ke cila rrugicë je rrit qaf? Unë jam di shkollën pedagogjike, që është jo, nuk e di të kam. Sa te Myrtezim Kolliçi ose ku ka qenë living roomi, se ndoshta ju të rrit kështu e njihni. Tash në një emër të vjetër Tiranë thashë, ke? Emër lagje të paktën. Po, ke living roomi i ka ngel asaj pra. Është mua afër parlamentit. Është rrugica, shkolla pedagogjike është rrugica që sa del nga parlamenti në krah të majt është ajo rrugica, një rrugicë me 5 shtëpi praktikisht. Mos është ka qenë një shkollë ekonomike aty? Po shkolla ekonomike pra ajo është. Po unë aty kam bërë shkollën, më ke tekniku elektriku aty ngjit me ekonomikun. Urdhë, shtëpia ngjit majtas, para se të ishte shkolla, para se të ishte ajo shtëpia ku jam rritur domosdoshmë. Sa thotë? Që ka qenë kafja thurje e hapi goca xhajes para ca vitesh, thurje 17 diçka e tillë.
Pra praktikisht duke qenë se jam rritur në atë zonë, tek zona e teatrit dhe kështu, e shifsha si diçka, plus që gjithmonë kam pas në ëndër në kokën time që Tirana të ketë një pjesë qendër kulturore, siç ka çdo qytet kur shkojmë në Europë. Edhe kur shifja që kjo trashëgimi po shkatrohej aq më tepër për t'i hapur vend kullave dhe për t'u dhënë në mënyrë të padrejtë tek oligarkët, pra për t'u fal prona publike, mua më pëlqente kjo qendresë. Kam bërë dhe atë turnin e natës atje që bëj në mënyrë simbolike, sa herë shkoja kaloja ko me djalin tim pyete kush ka qenë Adori, ka qenë Bledari që shkonin, dhe ditën që u shëmb ajo, ka qenë trishtimi i madh, me thënë drejtën, e maj men është një nga ditët e vetme që, si më thënë, jam prek para çunit tim ka ndalë lot, se nuk e prisja të shkonin deri aq shumë, aq më tepër me njerëz brenda. Dhe atë ditë u bëra një video në internet që fare mirë e gjen te profili im, ku i prekur siç isha, thashë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve në diasporë që janë, hajde bashkohemi të bëjmë një krah i fortë për shqiptarët në Shqipëri për çështje të drejta, sepse çfarë na ndodhi ishte që kur unë vura atë video ose përpara që bëra një status, shkruanin me qindra njerëz në Shqipëri të indinjuar nga situata, por që nuk flisnin dot, se thonin rrofshi ju që flisni, se nena ishin nga puna, këto gjëra tipike. Po, ato i kemi ngjuar për ditë. Po ju i kemi dëgjuar, i kemi thënë, po nuk e besonin, nuk doja ta besoja që ishin të vërteta në 2020. Dhe për ta përmbledhur, domethënë, nga gjithë ky vrull që pati përveç njerëzve thonë faleminderit që flisnin, kishte edhe njerëz që thanë do bashkohemi më një herë, njerëz në Irlandë, në Angli, në Gjermani, dhe ne brenda një jave, që ishte pandemia që i lehtësoi takimet, pra nuk kishte nevojë për koste për takime fizike, ne bëm takime me qindra njerëz nëpër botë, duke bërë thjesht një lajmërim, unë dhe Bledari, u bashku me Bledarin që fillim, sa madje i futemi bashkë, edhe në fillim madje e quajtëm Diaspora për Shqipërinë e Lirë dhe Demokratike. Këtë demokratike e hoqëm një ditë më vonë, sepse tha mos bëhet një konotacion në i lidhje direkt me partinë. Po jo më bukur pas ka qenë, pse e hoqët, çfarë thotë, demokratike, pas ka qenë për bukurinë. O Arbër, kaq sa e kemi dhe na thënë e keni shumë emër gjatë. Jo, mirë për gjatësi, po problemi i fjalës demokratike është që nuk mund na lejojmë që të na e vjedhë një parti postkomuniste. E vërtet. Megjithatë është realitet që shqiptarët në përgjithësi, pak nga eksperienca ime, kanë krijuar një lloj neverie ndaj politikës në përgjithësi, po në fakt e kanë me partinë, e kanë me njerëz. Dhe ky është gabim, sepse i ka krijuar në atë mënyrë sa njerëzit thonë s'du merr fare me politikë. Ose kur hap një bisedë, po fillosh flasësh për drejtat e tuaja, thonë s'tum politik, po s'bëm ne politikën do e bëjnë tjerët. Kështu që kështu lindi lëvizja. Dhe edhe një minutë do flas për lëvizjen që mos ta zgjat shumë. Praktikisht vendosëm që në fillim vëmë si parim vetes të fokusohemi te kritika konstruktive. Pra mos jemi vetëm një zë që ankohet për gjërat në Shqipëri, se këtë ne e qajmë gjithë shqiptarët, po t'japim edhe një zgjidhje dhe prandaj u ndam në grupe pune që kanë funksionuar herë më shumë, herë më pak. Jo grupi shëndetësisë, grupi arsimit, grupi i votës, i ekonomisë, dhe ai që kishte peshë më të madhe ishte grupi i votës, sepse ne vendosëm që gjithë ato forcat tona ti fokusojmë të paktën të bëjmë një gjë, ta çojmë nga A-ja te Z-ja, dhe jo vetëm për të marrë ne drejtën tonë, po dhe për t'i dhënë atë mesazhin të rinjve që, bëhen bashkë shqiptarët pa diskutim dhe vënë interesin e përbashkët para interesit personal dhe ja arrin t'ia dalin. Sepse ne në fillim filluam me shumë vrull, edhe i kërkonim qeverisë bë këtë, bë atë, dhe njerëzit edhe demotivoheshin kur shikonim që nuk po shkonin gjërat siç duhet, se nuk është se kishim shkopin magjik. Kurse këtë të votës e morëm seriozisht dhe besoj se kemi bërë punë të mirë, që e para në çdo tryezë sot politike, publike, private flitet për votën e diasporës, pra nuk është më thjesht një premtim elektoral. Kemi vendimin e gjykatës kushtetuese që ka qenë vizioni jonë që prej fillimit që të jemi në tryezë, të ndihmojmë, pra jo vetëm të presim nga tjerë të bëjnë, por të kemi dhe një levë ligjore ndaj shtetit shqiptar, dhe besoj se kemi levën më të fortë ligjore që ne mund ta luajmë, që është vendimi i formës prerë gjykatës kushtetuese, por fatkeqësisht si një republikë si kjo jona, që jetojmë sa e parë sot jemi 154 ditë Arbër në shkelje nga parlamenti i detyrimit. 154 ditë kanë kaluar, që duhet ishte plotsu kuadri ligjor, dhe po shkojmë në mbyllje të sesionit parlamentar, dhe jemi ende shumë larg përmbushjes ligjit, sido që ne s'kemi ndetur këm kryq, po kemi përgatitur një projekt ligj bashkë me lëvizjen për t'i mbushur këto boshtiqe që janë, dhe jemi këtu ku jemi. Pra, po vazhdojmë të rrisim presionin, ato protestat, duhet votoj 2025 që ti bashkë me Arildën dhe me gjithë tjerët keni ndërmarrë, që ne kemi mbështetur që për fillim
i dha një impuls të ri, me thënë drejtën, kështu që ju heq kapetin, më falenderoj për atë, sepse ne, si më thënë, njeriu bën sa mund, unë jam dhe alpinist nga natyra, pra ti ngjit një mal, po edhe nëse arrin majën, pra arrin aty ku s'shkon më, nuk rrin dot shumë gjatë atje, o duhet marrësh një hap tjetër, ose duhet zbresësh, kështu që ato protestat i dhanë një lloj shtyse tjetër. Tani jemi në atë fazën që duhet mendojmë një strategji se si mund t'i shtyjmë edhe më shumë, se tjetër për politikanët do e gjejnë një mundësi në fund të në diça nuk deshën këto, nuk deshën ato, do jetin faj njëri tjetrit, por fakt është që zgjedhje pas atij vendimi, pa ne shqiptarë që jetojnë jashtë, nuk ka përveç se të jenë antikushtetuese, pra antiligjore. Po pushoj jashtë të fola shumë. Shiko, përveç kësaj, atë që thejë që me dhonë si shembull, e keni dhonë vërtet si shembull, edhe ne madje unë personalisht dhe disa tjerë jemi mundu ta ndjekim atë shembullin tuaj, që me e kërku hapur të drejtën publikisht ku t'jetë e mundur, sepse është veprimi i parë demokratik që mund të bëjë një qytetar i ndërgjegjësuar. Fantastike. Nuk është as çështje se më thon aktivist, më vjen pak zor kur thon aktivist, se thëmë kjo është gjëja bazike që duhet ta bëjë gjithë, e kupton? Nëse jam unë aktivist, duhet me qenë gjithë. Po është steke ulët për fjalën aktivist, nëse. Po Arber, po duhet me ia dhënë edhe kreditet vetes. Pra, edhe ti je shumë modest, unë kam njoftë të kohë dhe me vërtet të kam shembull të kuraj ose të aktivizmit që ndoshta në pak kohë të shkurtër kemi pas një impakt shumë të madh te shoqëria me ato veprimet. Kështu që se këtë e kemi ne kalojmë o flasim shumë për vetë ose flasim fare. Jo me fol për veten, po me i dhënë kredite vetes. Pra jeni mundu, keni marrë nga koha juaj, keni hik, keni rreziku, gjitha. Jeni përballë me patronazhistët me dhunë aty në stadium në Itali. Kështu që gjitha këto aty më them para lajmërove ti po s'më shkoj me një mua. Të thash, para lajmërove, ja më vlar thash s'ka mundësi se nuk ndodh ajo punë, po dhe po ndodhi thash, nuk është jemi tu pas, jemi pa përgatit po. Akoma se kemi gjetë kush është ai, ba. Njonin kemi gjetë, atë e kemi gjetë njërin, pas si shku mrapa më drejqit të varja. Jo, pse do ndërnoncu këto? Nese, e bëjmë ditë tjetër si po. Edhe kështu, po nëse mos flasim më tash jo për veten, po edhe për njëri tjetrin, se ajo është më fol për veten, unë për ty ti për mua. Shiko, përfaqësimi the ti, ajo akti themelor i politik që bën një politikan është me përfaqësu njerëz, interesat e njerëzve, dhe njerëzit vetvete, aspiratat, shpresat e njerëzve, kupton? Dhe kështu kur thu ti që njerëzit e kanë humb, si më thon, besimin, janë të zhgënjur nga politika, unë them janë të zhgënjur pikërisht nga mos përfaqësimi për t'i vuar emër. Patjetër. Jam dakord me ty. Prandaj e përdora fjalën përfaqësim sepse mendoj që është fjalë kyçe. Edhe tani unë pash bëj kërkim të shkurtër kështu për përfaqësimin e diasporave në për botë. Dhe emigrim ka pas gjithmonë, kuptohet, emigrim ka pas me miliona, shumë më tepër se ne tani, por problemi është ke shkaqet dhe arsyet se pse ndodh. Tani gjithë Evropa, Francë, Spanjë, tjetër kanë jo vetëm Franca dhe Spanja, pak në Portugalia po ashtu, kanë edhe Italia kanë jo vetëm përfaqësim dhe drejt vote nga vendet ku jetojnë, që s'diskutohet fare që, por kanë edhe sitet veçanta në parlament për diasporën. Dhe domethënë, nëse ne themi tash që gjithë ky emigrim që është shumë masiv për hir të vërtetës, për një kohë paqe është jashtëzakonisht i ka tejkalu gjithë numrat e atyre Evropës dhe vendeve përreth, me disa fish për emigrim ekonomik në kohë paqe. Dhe tani gjithë hidhja është pikërisht këtu që pse janë largu këto njerëz, shumica janë largu pikërisht nga zhgënjimi i mos përfaqësimit. Edhe prandaj thash ti ke marr dashje pa dashje për paktën një pjesë detyrës për të përfaqësuar diasporën, dhe si e shefti si detyrë në tërësi madhore, përveç çështjes votës, dhe çështja e votës është një, kjo u fokusuam edhe unë e ti për sa kohë, por në përgjithësi si mendon ti që duhet përfaqësohet diaspora në çfarë forme? Patjetër. M'fal njerëz se pata shkëputje, po këtë pjesën u futa pas edhe e dëgjova.
Arbër, ne përfaqësimin e diasporës, ti përmende Italinë, përmende disa vende të tjera. Më dëgjon, a? Po, të djem mirë. Okej. Domethënë, Italia, duhet kemi kujdes sepse Italia nuk është shembulli për tu marrë në krahasim me Shqipërinë. Se nëse marrim shembullin Italisë, do i binim që ne të kërkonim një vend në parlament simbolik për arbëreshët, një vend për shqiptarët e Turqisë, një vend për arvanitasit në Greqi, sidoqë ata nuk i njohin si pakicë shqiptare, sepse ajo e Italisë, Italia për shkak ka vende për ato italianët e Argjentinës. Kupton, janë më shumë simbolike se sa përfaqësuese. Ndërkohë, rasti i Shqipërisë është rast për të studiuar, jemi rast i veçantë në botë, jo vetëm në Ballkan dhe në Europë, me një studim të 2022-shit ne dalim vendi i tretë në botë, duke marrë vetëm shqiptarët e Shqipërisë, pa fut shqiptarët e Kosovës, dalim diaspora më e madhe në botë. Edhe flasim për diasporë të re, flasim për diasporë të re, të diasporë që iku këto 30 vite. Fikërisht, njerëz janë rrit pra në Shqipëri dhe janë larg. Po, pra, dhe du të them me këtë, nëse do kishte një formë përfaqësimi sot për sot në parlament me vende të caktuara, logjikisht duhet ishte minimumi 40% e parlamentit me përfaqësues nga shqiptarë që jetojnë jashtë. Kjo është diçka që është thuajse e papranueshme edhe nga shqiptarët e Shqipërisë, që thonë si ka mundësi etj ju jetoni jashtë. Pra ne jemi larguar këtij argumentit të përfaqësimit të diasporës, jemi fokusuar. Po nuk është të jetë proporcional, më fal, ëh, se. Jo, 40 me ashtu, mund të jetë 20. Mund të jetë 15. Pikërisht, pra ja këtu du dalë. Domethënë neve në fillim fare në 2020, në atë vrullin duke lexuar modelet e botës e kështu thamë, arritëm në një model që ne ja këshillum KQZ-s atëherë, me 15 deri në 20 deputet ku thonim në varësi të shtetit. Pra nëse Greqia ka 500.000 shqiptar, duhet të ketë 3 etj. Por sot jemi kthyer me këmbë në tokë, të paktën për momentin, që e para vota e diasporës nuk do ndryshim kushtetues, ndërsa përfaqësimi, pra ndryshimi i zonave zgjedhore në parlament do ndryshim kushtetues. Pra është diçka që të paktën ne si lëvizje duke shtypur para këtë proces vendosëm ta ndajmë njërin nga tjetri, që të mos i prishim punë votës duke parë votën si më imediate. Dhe më imediate është po. Nëse për të bindë dakord gjithë. Patjetër, nëse do vim tani tek përfaqësimi, sipas kushtetutës shqiptare sot, një votë shqiptari është një votë shqiptari. Nuk ka pesh vota e atij që jeton në Shqipëri, ndryshe nga ajo e atij që jeton jashtë. Kështu që edhe këtu vim me diskutim kushtetues madhor, pra o do ndahet në mënyrë të barabartë, ose në mënyrë ka kaq milion banor, kaq përfaqësues duhet të ketë, ose pastaj nëse do hapim kuota të tjera në parlament, që unë gjykoj që parlamenti me këtë zbrazje të Shqipërisë nuk ka nevojë për më shumë vende parlament, po ka nevojë ndoshta edhe për reduktim të atyre, sepse ato deputet duhet përfaqësojnë njerëz, nuk mund të jenë kot në parlament. Ne sot kemi deputet ku shumica e tyre nuk jetojnë fare në vendet ku duhet përfaqësojnë nga zonat ku janë zgjedhur. Pra praktikisht unë jam shpreh për këtë, ju kam thonë aty, ju kam thonë ju jeni manikina dhe nuk na përfaqësoni ne, nuk rri dot pa e thonë prapë. Urdhë. I kishe fut frikën atë ditë se më thanë. Ta na tha do na çojnë në Hag. Nëse se kujt i kisha fut frikën qartë. Jo, i kishe pëlqyer shumë domethënë si reagim, po nga të ngacmoj ty. Jo, ma shumë më burr, shumë që thënë, po pse ne po ju mbështesim me votën e kështu më shumë opozitar. Po na mbështesin, po çfarë mbështesin, mor ato janë aty, e kanë në dorë me dalë foltore e parlamentit dhe me thoni fjalë të paktën. Çfarë mbështesin? Fiks. Kështu që çfarë hipokrizie më vllaue, te hajde ti morësh këtu. Domethënë te puna e përfaqësimit, pra ose do ketë një reduktim të parlamentit, se imagjino tani ne na dhimbse të ekonomia shqiptare, imagjino të vim tani përveç 140 deputetëve, të kërkojmë edhe mbi këto të kërkojmë edhe më shumë. Jo, ai parlament duhet dalë censusi, të shohim sa njerëz kanë ngjitur në Shqipëri për të parë me vërtet se sa do përfaqësohen, si do përfaqësohen, por këto janë mjeshtrat këtyre punëve dhe prandaj po i stër zgjasin. Pra për ta përmbledhur atë që duam të thënë tek përfaqësimi, unë sot nuk mendoj se duhet ketë vende të caktuara për diasporën. Madje nevojat jetike të shqiptarëve janë atje. Nevojat që kemi ne si diasporë prej nga Shqipëria, mendoj se janë pak më të vogla, duke e thënë dhe me atë gjuhën që ne i kemi arrit disa arritje të jetës tonë këtu, dhe si më thënë nga sistemi shëndetësor, shkollor, kështu të paktën për fëmijët tanë jemi mirë, por ne na dhimbse në gjërat të Shqipëri. Pra praktikisht nevoja do ishte të vinin disa njerëz përfaqësojnë diasporën për të sjellë një frymë ndryshe. Kjo ndoshta është diçka që ndoshta e keni vënë re ose jo tek diaspora për Shqipërinë e lirë, jemi munduar të kemi një artikulim politik shumë më të thjeshtë dhe shumë më konciz dhe larg sherreve.
në çdo dalje mediatike që ne kemi bërë, ka bërë përshtypje aq sa njerëzve madje jemi duke si shumë të butë, ndërkohë që edhe ne dim të jemi ndryshe, por njerëzit janë lodhur nga teatrët për ditë në për dalje televizive, kupton, ku dalin bëjnë teatr, edhe njerëzit kapen e pesi i bërtiti ky, pesi i bërtiti ai, ndërkohë që për çështjen që realisht intereson njerëzve s'u fol asnjë gjë. Pra, Flor, më falë se ti e mamen, ndoshta vitin 2007 ka qenë ajo kur Ilir Meta ju turr Jozefinës atje te foltorja. Unë më ka ngel fiksim me mor vesh, kush i ka thy karriget atë ditë në parlament? A Iliri apo ato që e mashin? Vallai, mirë ke, pse nuk duket në video? Nuk duket, jo, boss i ka marrë hof, nejse. Ka me për zhelesh ta qite për jashtë. Boj në herë gallat me Arildën se e ka theksin tipik që si Josefina. Të ngjashëm se e ka nga lesha. Flyera dhe shprehen ka me për zhelesh për jashtë. Sa e fort. Shumë arve, kështu. Po, mirë, Flor, është puna, domethënë, është çështja e votës është një, si më thon, po diaspora në përgjithësi ka nevojë të përfaqësohet edhe për gjithë ato qëllime edhe drejta të tjera. Kjo është më imediatja, ke thonë ti, është vërtet. Po në afat gjatë, ja mendon që të merresh me përfaqësimin e diasporës? E mira jonë është, kjo është pyetje e vështirë Arber, dhe e mira jonë është që të paktën se na kanë akuzuar rob që këta kanë gjithë këtë luftë me u fut deputet. E i thash njerëz, çfarë keq e ka herë, se ju domethënë ti po më pyeti me shumë të mirë. Po kur ta hedhin si Romuz, thosh, domethënë të shkosh të luftosh për drejtat e qytetarëve tu, të futesh parlament për ligjvënës, kjo duhet të jetë diçka shumë e nderuar si punë. Jo të shohin sikur do me kap diçka dhe me fut aty. Tani, që të përgjigjem shumë sinqerisht për ty dhe për gjithë ata që janë dëgjojnë, për mua ky angazhim ka nisur shumë natyrshëm. Dhe ka nisur me aq vrull sa në 4 vite kemi bërë kaq shumë politik, pa e menduar ndonjëherë në jetën tonë që të bëjmë politik, ose unë po flas për vete, dhe kemi arritur goxha. Tani, puna është, unë bëj një balancë midis një vendi që të vjen mbrapa kur ti merresh me vërtet me çështje serioze, dhe këtu vide tek pjesa e protestave që Arida, ti dhe gjithë ne kemi bashkë organizuar nëpër botë. Ne në fakt u demotivuam pak të gjithë kur vinin pak njerëz, sido që motivojnë njëri tjetrin, sepse e rëndësishme është pjesa e simbolikës që njerëz protestojnë. Shiko, është edhe shumë herë më e vështirë me mbledh njerëz jashtë nëpër diasporë, mos ta hapajmë. Jo patjetër, po ja ta. Jo thjesht për fakt shpërndarjes gjeografike, e kupton? Patjetër, po për shembull ka pas të sjell një shembull se po mundohem të gjej një foto. Ka qenë një rumun që në vitin 89 ka protestuar 2 javë vetëm para Kombeve të Bashkuara në New York. Dhe faktikisht atë kanë dashur ta sjell si paralel me protestat që u bën këto kohë për votën, që themi e rëndësishme është simbolika, por çfarë dua të them me të ardhurit pak njerëz atje? Dua të them me faktin që unë si Flor që kam një jetë që e kam arrit me djersën time, kam 2 fëmijë që i kam mundohem të kaloj sa më shumë kohë me ta. Kur vjen puna që ti sakrifikon nga koha jote, nga financat, nga çdo gjë, edhe nga qetësia jote, mëse gjëja më e shtrenjtë që ne kemi është qetësia dhe koha në këtë botë, gjë që s'na kthehet më kurrë. Sa ai është një zinxhir i shqetësimit, pra nëse ty të sulmojnë, të hedhin helë të tjerë, ti pastaj ato gjëra i merr me veti si në familje, kështu që paqja e familjes për mua si Florë është shumë e rëndësishme dhe jam në një fazë ku po i them vetes, ulu pak, zgjidh një herë votën, le të bëhet vota, pastaj bëj një bilanc për veten tënde. Do t'i fusësh një marsh më shumë, do shkosh do kthehesh në Shqipëri dhe do futesh politik dhe do jesh ai lideri që ti do të jesh ose që ti di të jesh, që e ke treguar deri më sot me 2-3 gjëra, apo do thoshe arrita diçka për vendin, po të riqim tani, le ta bëjnë tjerë që janë më të rinj, që kanë atë ambicie apo jo. Sepse Arber është demotivuese kur ti domethënë shkon majt New Yorku, që ka me qindra shoqata shqiptare, që respektivisht do thotë e qindra antar, se të vinë 10 veta. Ose një popull që shef Luizin e Big Brotherit dhe çmendet, ose pastaj dita e futbolli që ti e kishe shpreh ato ditë, pra praktikisht lum kombëtarja, sido që unë zutja heq një gëzim që kanë shqiptarët, pra është gjë e bukur, por nuk të vinë për çështje etike. Dhe aty bën bilancën vetën tënde, thore, çfarë do bëjmë me veten? Pra, do sakrifikohen për një pjesë popullate ku vetëm një pakicë është gati të sakrifikojë bashkë me ty dhe pjesa tjetër vetëm do të shohë teatr apo do të presi gjëra gati apo çfarë do bëj. Kështu që kjo është përgjigjja ime, nuk e di ende, me thënë drejtë. Interesant. Edhe unë kështu si punë në eksperimenti
e pata nis, ju pata pak të përshëllën me këtë punën e votës, para 2 vjetësh kështu, pata bë, e diti, pata bë një email qysh atëherë para 2 vjetësh sa, që si bëhet me u antarësu, e më ktheu dikush email, okay, tha bëj pagesën e kuotës vjetore dhe me njëherë bëhesh. Edhe unë aty u menova, sa ne nuk e kisha as kohën se isha kështu, edhe e lash von, tani më vonë pastaj kur pash edhe aktivizmin e Arildës, me Arildën pastaj ju bëm një 2-3 aksione të vogla, ju bashkangjita me atë kauzën me disa kauza që kishte kështu dhe erdhëm deri këtu, pastaj tham okay, ta morrim, shohim mos bëhet në gjë për këtë kodin zgjedhor, çfarë mund të bëjmë ne, po ja Arila, mund të bëjmë kështu ushtrim presioni, protesta, kështu gjë. Fantastike. E lidhem me çik me punën që kishit bëj ju, si më thonë, e morëm nga aty ku e lat, kryevepër. Vendimi i gjykatës dhe me au tund pak para fytyrës këtë dëshim po. Edhe po tani e mrapa, nuk e di, duhet më bë, ndoshta do ndryshoj dinamika pak pas 2 javësh, shohim se çfarë bëhet. Por kështu ka qenë për mua eksperiment në fundit, e kupton, nuk është se nuk them dot që nuk i them dot vetes që mundem nuk e di, me përfaqësu njëri politikisht tani për tani. Ndoshta më vonë tu pa e tu bë, kupton, nuk e kam atë konfidencë lart se them që duhet të jetë stek ai çik të lartë. Jo, stekën ti je i arrir aty ku je në Vjenë me mundin tënd, si ti dhe qindra mijë shqiptar tjerë që janë nëpër botë, kështu që stekën ne tashmë kemi të arrir, nuk po them të lartë ulët, po kemi arritur ca gjëra në një vend të ri nga zeroja. Vendin tonë e duam me zemër. Unë inkurajoj çdo kënd ty e gjithë që ora ti futen përfaqësimit, se ne shpesh shprehemi për partitë për shembull që janë aktuale. Nuk na përfaqësojnë, nuk ka, dhe kur vjen puna nuk ka të ri që afrohen. Domethënë, pra është si ajo protesta që duam një ndryshim, po kur e doni tani, po kush është gati ndryshoj, s'ngre dorën asnjë pastaj. Dhe në këtë aspekt, prandaj unë them aktivizmi i jot, i Arildës, i Elios, i gjithë tjerëve, i Gerildit, i netit, diasporë për Shqipërinë e Lirë, dhe ku ka njerëz që me integritet futen, besojnë një kauzë dhe e çojnë përpara, protestojnë në mënyrë dur, kjo është për të vlerësuar jashmase, sepse është ky shembull që ne do japim, dhe kush nga ne do ta ndjej nevojën nga brenda që unë mund të bëj më shumë për vendin tim, ta marrë atë hap ta bëj, se në fund ditës unë shpesh i bëj pyetjen vetes, jo pyetje, po ja kujtoj vetes, mos prit çfarë bëri vendi për ty, prit çfarë mund bësh ti për vendin. Vendi jon ai është. Dhe ky është debati që kam gjithmonë me nusën time, se thonë, po harxhon kaq shumë kohë etj. Me thënë drejtën më mbështet shumë, se po të kesh një partner ose partnere që nuk të mbështet në këtë kohë, ku ti largohesh nga familja, fundja dhe rrezikon, se ne i kemi bërë ca aksione me DPSH-n në Kongresin Amerikan që mund të kishin pasoja në Shqipëri. Pra, kur ke një dikë që të mbështet, është mbështetje e madhe, dhe e shef kur flet shumë harro dhe çfarë do thotë. Po që ideja është që domethënë duhen inkurajuar njerëzit që duan të shkojnë përpara dhe të bëjnë diçka për vendin. Sepse fiks më kujtu, vendi jon ai është. Nuk po ndryshon, mos them që po ndryshon për keq. Kështu që sa të presin ta ndryshojnë tjerët, ne jemi ndryshimi. Tani, sot që flasim, ne mund bëjmë diçka. Unë vi nga një familje, ta kam thënë dhe herë tjetër, vi nga një familje ku familja ime është internuar, pra deri në 97-ën ka jetuar fatos nano në shtëpinë e sërgjyshit tim. Dhe kaq shumë këto, si më thënë, kam komshi, faleminderit. Pse kjo Xhatasini? Në Vjenë, po. Domethënë, pra praktikisht në këtë doktrinën e diktaturës që ne i përjetuam si popull, këta edhe kur ne shkonim mas 90-s shihnim shtëpinë tonë, na thonin faleminderit që po i lëm shihni shtëpinë. Pra, kaq shumë e besojnë që ajo pronë që të kanë vjedhur është e tyre, dhe ku du dal me këtë? Du dal me këtë që ne sot jemi po në atë rrugë. Kemi një diktat të shtetit. Kemi një diktat kur ti nuk flet dot i lirë se të prishin punë, të ishin nga puna. Nuk merr dot vendime i lirë se vinë të kapin, të fusin tatime, të bëjnë lloj-lloj gjërash. Pra, jemi në një lloj diktature moderne, mendoj unë. E vetmja liri që ne kemi sot është që ne hypim avionit, shkojmë diku me pushime dhe na duket sikur të jemi të lirë. Prandaj ne kemi quajtur diaspora për Shqipërinë e Lirë, sepse gjykojmë që nuk është e lirë sot. Dhe në këtë rast, përpara se të vijë një diktaturë e re, siç ndodhi atëherë, sepse asnjë nuk merrte diçka kundër, ne tham të paktën këtë kohë të bëjmë diçka. U prish teatri, do ngrejmë zërin, shkum në Parlament Evropian, shkum kudo që ne mundim. Dhe nesër pas nesër në vit çunim thotë bab, ku ishe ti në ato vite që ndodhi kjo? I them,
tentova këto gjëra. A ja dal, as ja dal në punë është punë tjetër, po të paktën të tentojmë, nuk mund të rrim ulur të shohim se si shkon vendi për atë gjendje që është. Flor, si të them një të sapo ndodhur tani, nuk është një ngjarje e madhe. Tek grupi Illyrian Brains në nish postova këtë linkun e këtij takimi që po bëjmë ne tash. Dhe ma kanë fi nga grupi WhatsApp-it mesazhin. Po, urdhova, çfarë them tash, unë s'flas dot, domethënë nuk I bi dot në qafë njerëzve, por domethënë, unë me për bira takohem me shokët e mi ku du, për bira, për kafe. Po tani takohemi e mos flasim çik për gjërat që I preokupojnë shqiptarët sot, pastaj është takim për qef, kupto? Është një lloj rrjedhimi për qef, se e di që këta djemtë e vajzat që janë shumë mirë të Illyrian Brains e kanë këtë që mos më fol për politikë, dhe un kam thjesht pyetja për ata që na dëgjojnë ose për ata që më ta dëgjojnë është, ore, nëse se bën ti politikë, nëse s'angazhohesh, do bëj dikush tjetër për ty dhe do vim të gjendje ku jemi sot. Që s'jemi të përfaqësuar. Ore, Flor, kjo është, thashë, kjo e votës I herë, kjo është çështje kështu. Është ke kartë e drejtave të njeriut, më valla. Çfarë thumë? Po, nuk e di sa më mendesh I cili artikull, po kjo është kështu, bazike komplet më valla. Ke detaj bazike pra. Politike, ajo është kur bëhet polarizuese, kur ti thu për shembull, çfarë them unë, një çështje e nxehtë politike që është e hapur, ti thu, nuk e di, nuk e di, LGBT-a ose një gjë kështu, bëhet kontroverse sepse je duke marrë qëndrim që mund t'i polarizojë shumë njerëz, mund t'i vendosish pikërisht kundër shumë njerëz. Ndërkohë kur bëhet fjalë për të thënë, ore, me votu më valla, po patjetër më që me votu bin dakord të gjithë që jemi me votu, s'ka asnjë lloj polarizimi. Pastaj se kë voton është puna jote, fiks. Po ja, prandaj dhe ne I fokusuam gjithë ato te kjo që ishte sa më neutrale, madje edhe ne në lëvizje kemi njerëz nga të gjitha simpatizantë të gjitha krahave politik. Dhe I kemi fokusuar ato debatet, sado që dikush mund të jetë shumë për atë, dikush kundër për një person ose për një parti, thelbi është hajde të zgjidhim votën. Të kuptoj Arbër, të kuptoj. Ja pra, jemi te kjo pjesë që të paktën propaganda e kësaj qeverie e bën shumë fort, që nuk të lën domethënë të flasësh, sepse ka fut ato nuancat përçarse, për çfarë dhe sundohesh ajo që e përshkruan më keq, më së miri gjendjen e shqiptarëve sot. Kur boni këto Flor, takimet në Greqi dhe në Athinë, nga televizionet, ca gazetarë thoshin që nuk mund t'ju nxjerrim dot live ose kështu sepse e kemi kohën televizive me urdhër, duhet me transmetu pa ndërprerje eventin e Ramës. Po. Ora, un kam një djalë të mrekullueshëm që punonte te Euronews. Edhe ai tha, po ta shohësh kur takohem ta them emrin, Flor, po sa, domethënë nuk na lejnë të japim. Punon djali jot në Euronews? Jo, më djali im është 6 vjeç e buravash. Okay, prit. Kam një shok, një djalë I mrekullueshëm them. Që ishte aty dhe thoshte, ore, s'na lejnë me nxjerr protestat më. Po nuk na vjen direktiva që asnjë nxjerrje protestave, qoftë të juajat që bëhet nëpër terren, qoftë protestat kundërshtar politik të pushtetit tani. Dhe ai mezi priste ta linte punën që të fillonte të fliste I lirë. Pra vim te diktatura, kupton? Për mua kjo është diktaturë, se di si e quajnë tjerë që na dëgjojnë. Kur ti nuk je I lirë, ti je vetja jote. Po cënim lirie, ka disa forma për ta cënu lirin, po. Këto postkomunistët deri sotëm, Flor, edhe për mua janë për të çuar në pension, po se di inshallah po I ços pagu tash shpejt para zgjedhjeve të 2025-s. Ti rreshtoj aty në përqeli, edhe ti lej dalin tajrosen, mundësisht bëjnë një dominoa, të luajnë shaha, të bëjnë një gjë. Arbër, kush ka marrë 1 cent të shqiptarëve pa të drejtë, pra e ka marrë me të vjedhur, ta meritoj jo burgun, po se burgu është pak. Kjo më vjen me plas me spakun, me këto, burg. Shko Samir Tahiri është dënuar atje dhe jeto, e diti që Samir Tahiri jeto si zotnik e lokali vet? Po nuk jeto as tani që ka dalë në burg shtëpie, si më thën, ka dhënë adresë shtëpie, ka dhënë lokali. Dhe po të shkosh e gjen aty, tip agriturizmi çka ka ai, po ç'a, kjo është burge? Jo, më zotri, po ka vjet taksa shqiptarëve, është bëj pasur gjatë kohës kur ka qenë politik. Puna është duhet me ja gjet ku I ka ato që ka vjedhur.
Po qenë kollaj ato më fut një Excel, sa kanë qenë rroga kaq, sa ka pas gruaja rrogën kaq, po çuni kaq, sa të ardhura kaq. Minusoj të gjitha ato, futin në një fond të shtetit që i shet këto prona që janë vënë në mënyrë të padrejtë, edhe kthehet qytetarëve. Ndërtoj shkolla, ndërtoj spital. Kjo do ishte më mirë pasaj, po shiko, Fler, është puna që më mirë burg se kjo është proces që përshkallëzohet, kjo nuk mund të nisi nga hisi drejtë ke. Po çam ngrof në burgu këtyre me këta fut. Ore, edhe më ngrofore, po këta futen 3 vite në burg, i vite gjysë bëjnë kështu në arrest shtëpia dhe pastaj dalin si zotnisë u lan. Po jo 3 vjet burg për 3 milion euro i kisha bë me qefër. Madje shkoj edhe gatuj atje në burg, të japin rrogë për kuzhinier burgu. 3 milion euro për 3 vjet, s'boj asnjë punë tjetër. O Arber, se e di, kam shpesh biseda me miqtë mi në Shqipëri që thonë, inshallah vjetin politik se punojmë bashkë. O i them, je interesis, pas ke njoh fare. Unë po futem politik, do futem pikërisht për të bëj shembulli që se kam pa një herë deri më sot. Dhe babai im i ndjer, unë kam pas shembull në shtëpi. Ti ndoshta e ke njoh pak nga alpinizmi, Ibrahim Haçka, don ka ndrujet para 7 vitesh, po ka qenë punonjësi më i lartë në Bankën Botërore në Shqipëri. Dhe kur ka ndrujet ka pas i biçiklet, i Toyota Land Cruiser vitit 90 që e përdorte për çunat e goca që shkojnë për male, dhe një apartament Tiranë, një golem. Dhe ne me këtë frymë na kanë rrit. Dhe ne të gjithë ne këtu që jemi integritet, duhet t'i mshojmë para kësaj fryme. Nuk mund t'ja lejojmë vetes as minimumin e të menduar që ama se po futen politik do vjetësh pak. Jo, fare. Po ti se do vjetësh pak, më mos u fut fare. Vazhdo atë jetën tënde atje, ku je? Se mos i bëjmë edhe më keq vendit se ç'është deri më sot. Dhe kjo mua s'm pëlqen edhe tek të rinjt kur bisedoj. Them pa më po u fute do bosh në gjë. Jo, fare. Jo, është kriju dhe një frymë cinike, po nga kjo, nga po njëjta propagandë që vjen vërdall nga pikërisht pra. Nga televizionet e po sa hajdutët i duan gjithë hajdutët rreth vetes, që mos ndihen keq. Ore kur më thoshte një diplomate këtu në ke ambasada. Po jo thoshte po ti drejtën e ke, po shko atje. I bin shkurt kështu, kupton? Po jo mirë, shiko, 400.000 njerëz. Si do shkojnë atje? Supozoj të votojnë 400.000. Si do shkojnë atje për të qenë aty i ditë votimi? Numëro avionat i duhet 1 muaj me shku, i ditë me votu, i javë me votu dhe 1 muaj me u kthye. Kupton? Është çmenduri, nuk ka kuptim. Domethënë duhet të thjesht në ushkund. Plus me dash këta i fusin një mbyllje kufire siç e bën me pandeminë atë, që thanë shqiptarët e Greqisë, shqiptarët e Maqedonisë Veriut, ata që jetojnë atje nuk do vinë, ose do vinë, po do kenë karantininë detyruar, pra hoqin 600.000 veta nga votimet. Edhe është në fakt më ka thënë edhe në zyrë kur në atë lobimin për votën, kjo ish ministrja e jashtme Malo, çka ka kjo Artemis Malo, unë i thash Horizonj, se ma tha, bëm një eksperiment kështu, se do votojnë kundërshtarin, tha edhe i tham bashkë me Çuçin, tha që mos votojnë. Thash unë, si eksperiment, ky është krim zgjedhor. Po jo dha se ne kështu kushto. Sa i pas ke thonë ti po. Sa e të dha dhe kur e përmenda në publik, siç po e përmend tash do të hedh në gjyq. Thash unë hedhësh në gjyq. Po mirë në gjyq po deshe, po ti e ke thonë. Problemi është ai ishte bisedë, si më thënë, e pa regjistruar, pa kështu, po këta e kanë të vjedhurin e votës, të manipulimin. Me këtë Artemis Malon kam një bisedë të regjistruar. Urdhë. Domethënë tani edhe asaj gjithë të goditjet, gjithë të budalliqe që ka bërë me votuesi, sepse ajo është përfaqësuese e PS-s. Tani nuk mund veshti atë të jetë përgjegjëse për diasporën. Jo, ishte ndaluar edhe me ligj ajo që po patjetër që po i bën patronazhim diasporës. Po i bën patronazhim me këtë që bën. Pra po mundohesh të vesh një ministër që funksionon me pra një gjë që të kemi shenjë, është ende diaspora që është e paprekur, ka mendime të ndryshme, ka nivele të ndryshme, por të gjithë duan Shqipëri. E ke parasysh çfarë skandali? Kështu që du me thënë që ta edhe këto t'i bëjmë, kështu që duhet ta bëjmë nga jashtë. Ta hapim për të tjerë kush mund të ketë në pyetje në gjë. Ariona ti je speaker, nëse ke në pyetje ose në gjë për të na shtu. Po ju dëgjojmë ose edhe të tjerët nëse duan. Mirëmbrëma. Jam duke ma ndihmuar për të menaxhuar këto social media dhe më ka bërë diçka për shtypje. Ne për shembull jemi 150 persona në grupin WhatsApp, po, edhe në Facebook dhe në Instagram ku shikoj pak to reactions, like, komente, janë shumë të pakta, as 10%. Edhe për kuriozitet u futa tani të shikoja pak faqen juaj.
edhe shikoj 11 followers, 11.000 followers. Dhe në postime shumë interesante, me munim, me content të Nga 10 fortë, like. shumë pak reagime. Ropshi na ngrite këtë pikë. Kjo është pra ajo që po themi ne me diktatin, që nuk na pëlqen ta pranojmë, por kjo qeveri ka një ushtri patronazhistës që pagojnë nga taksat tona për të bërë këto. Për shembull, në profili im ka atë shadow ban që thuhet është vënë në hije. Kupto, pra Nadori që e kam edhe Bledi që i kam miq të ngushtë, aty si dalin postimet e mia. Do kupton, pra me këto rrjete sociale të kontrolluara, dhe këtu un kam marrë diçka përsipër Ariona, është një organizatë në Shqipëri që është një fact checker. Kam pas një diskutim ato, pra dyshimet janë që ky fact checker, nëse patronazhistët ulen dhe i bëjnë report një postimi tim ose tuajt ose tëndit personal, i bëjnë 100 report, Facebooku pyet fact checkerin domethënë këto që shohin faktet në Shqipëri, thotë ore, është e vërtetë kjo që po thuhet këtu? Ezëm që Ariona po sulmon Florin kot, po marrë shembull, dhe nëse kjo organizatë i thotë po, ata kanë kollajt të ta bllokojnë me algoritmet, me sistemin e tyre. Dhe unë gjykoj që kjo ndodh në Shqipëri. Pra njerëzit bën report, unë shoh shpesh profile që shtohen si ndjekës tek profili im personal. Edhe janë kështu emrat sajuar, kështu gjëra, e thu hajt se si ndalon dot si followers, kupto? Si friends duhet i pranosh, po si followers kështu është profili i tillë që futen. Dhe shpesh shoh që i bën repost postimit tim dhe kur e klikon, do me pa që Arbri bën repost, Ariona bën repost, dhe nga 12 që janë, 10 nuk duken. Kështu që këto që e bëjnë kështu, unë jam i bindur që i bëjnë edhe raportime, edhe ç'a bëjnë, bjen çikushmëria. Por ne nuk është se jemi të vegjël dhe po vdesim për pak vëmendje. Ne duam të përcillet mesazhi. Pra gjithë të protestat bukura që janë bërë në kuadër të nismës duhet votoj 2025, këto duhet marrin sa më shumë shikueshmëri. Por Ariona edhe diçka tjetër. Mu për shumë kur fola me ju ditë të para, duket me ju thash, wow, nuk na njeh kanë fare si lëvizje, se ne me atë tonë bëjmë punë të madhe, kupto? Pra edhe këtu vim të ajo që juve për shumë si ka ardhur fjala jonë. Kështu që jemi në një sulm nga gjitha anët, çdo mendim ndryshe është në sulm sot, prandaj duhet dorëzohemi, duhet vazhdojmë gjejmë mënyra alternative. Flasim me njerëzit, ti kërkojmë njerëzve mos kemi turp, i themi ore po na mbështet me këtë shpërndaje, foli miqve tu, sepse është fakt ky, që jemi që fjala e ndryshe është në sulm. E vërteta është që është dominuar Facebooku edhe Instagrami nga persona që munden të poguajnë ose munden dhe ta manipulojnë algoritmin. Një alternativë e mirë besoj se do ishte LinkedIn, që shikoj shumë shqiptar, shtohen profesionistat shqiptar. Shumë e vërtet. Ne në LinkedIn i kemi pas suksesin më të madh të kohët e fundit. Po çdo gjë në fund ditës është edhe çështje kohe. Dhe tani një djalë për shembull nga Gjermania ai ka thënë LinkedIn do e marrëm përsipër. Dhe po poston dhe aty me të vërtet është ende i pa kapur. Ose kjo Twitteri, po unë për shumë Twitter s'kam nervat merrem, dhe Twitterin se kam hap, sado që gjithë tojmë hape, funditës edhe lodhe mirë, se njerëz jemi. Ti kishe dhe fëmijë duket kur folëm herën e fundit, kështu që ti kuptoj. Po, ta e kam dhe të vogël fare dhe. Po, kështu që. Faleminderit. Do të thënë e prisja këtë gjë, se kam parë në përgjithësi na politikanët në Shqipëri duke vërë edhe jam nga Delvina, me origjinë, edhe atje kryetari i bashkisë ka një Facebook profesional, dhe them si ja dilni. Si ja dilni me kohë, nuk e di me diturim, me para, me shumë gjëra. Ta Ulant Muka thotë gjithsesi emër është ai djali ai një studius shqiptar. Ai për shembull u bë atëherë 2 javë zëvendësministër i arsimit dhe thanë mbledhje qeverie, nëse mbaj mend saktë, në mbledhje qeverie flitej për cila ministri ka marrë më shumë like. Pra propaganda është ajo që themi cirke dhe buk. Propaganda i mban në këmbë këta. Dhe ne prandaj duhet sa më shumë me njëri tjetrin me mbështet që të dëgjohet fjala e atyre mesazheve që ne kemi për të përcjell. Po atë që nuk kuptoj dot, ndoshta mundesh të japësh një mendim, pse kanë shqiptarë që kanë dalë, që kanë ikur në Shqipëria frikë, ose i çmangen në kësaj
sa them, të kenë ta hathon mendimin hapur, të kenë një pozicion hapur, kështu është mendimi tim, dhe ka dhe shqiptar që nuk kanë edhe asnjë efekt duke e thënë këtë gjë, nuk është se humbasin punën ose o t'i vrasi dikush. Po ja ta të mundohem të jap një shpjegim me shembull që ne kemi kaluar vetë në fushatën 2021 të para zgjedhjeve. Ne dolëm masivisht dhe thamë, more, votoni alternativat e tjera. Pra nëse kjo qeverisje ju ka sjellë deri këtu, nuk jeni dakord, dhe kishim një vajzë që bënte doktoraturë në Norvegji. Dhe na shkruan, na thot, më falni, po unë nuk flas dot më sepse prindet e mi i kanë kërcënuar atje në Librazh që i heqin nga puna se më kanë spionuar që unë flas këtej kundra qeverisë. E para kjo, që ta kuptoni doon që efekti i qeverisë nuk është kaq kollaj se na thënë mirë keni ju anë që flisni se si u gjen gjë. E dyta, tani që ishte ky në stadium në Milano, takimi i Ramës, kushuriri tim, domethënë mamaja vet punon në Shqipëri, edhe më thot mua se më kanë si kështu që qajnë hallet. Po Flor thot, më kanë dhënë listën, domethënë të mbushim listën sa njerëz nga ata që kam unë që jetojnë në Itali, se patronazhistët i kanë këto të dhëna. Pra thuaj çuna të shkojnë në stadium. Se po shkon në stadium, si më thën, po sa nisni foton në stadiumi, i ke ti pasojat. Kështu që na pëlqen, s'na pëlqen, ky është realiteti shqiptar, ë. Pra ne duhet, po prap ne s'duhet më dekoroj, duhet më ngrit zërin edhe më shumë ndaj këtyre padrejtësive. Që ato njerëz mos jenë vetëm. Kështu që efekti i qeverisë, duart e qeverisë shkojnë gjithandej. Puna është sa të fort do t'rregojmë ndaj kësaj, edhe sa do dorëzohemi që s'është alternativë në fakt më dorëzu. Këtë e kuptoj, më fal se nuk e di, e kisha fjalë më shumë për këta të diasporës, se jam person që jam rritur në diasporë, që 8 vjeç kam lëvizur edhe të gjitha. Ata është që nuk interesojnë dhe ata janë dhe persona që nuk e kanë familjarët atje ose familjarë direkt, prindrit, vëllezërit. Edhe prape janë të çmangur, i çmangen kësaj çështje. Shiko, ka njerëz nga këto 1.7 milion që janë me drejt vote jashtë, të jeni bindur që një pjesë e madhe e ka mbyllur me Shqipërinë. Domethënë, ndoshta janë lindur jashtë, ndoshta kanë ikur me një traumë nga Shqipëria, pra nuk i detyrojnë dot njerëzit të jenë aktiv. Ne do kapemi fort pas njëri tjetrit, pas atyre që janë aktiv, dhe të mundohemi që me një shembull të aktivizmit bukur, ti motivojmë të sa më shumë tjerë të ngrenë zërin. Nuk kemi çfarë bëjmë, nuk i bim dot murit me kokë, domethënë ata që s'duan të angazhu për Shqipërinë, s'duan me fol, me s'ke ç'i bën. Sa bukur e ka thonë Flori. Tallu. Jo. Pas kanë fjoral për këtu ta përshëndes çiksesh. Antare ditë para. Nuk ju kam thonë gjithë, ndoshta nuk e dinë gjithë, unë prej një 2 apo 3 muajsh jam bë antar i diasporës për Shqipërinë e Lirë. Kështu që Florin e kam shef. Kështu që këtë intervistë të kishim quajt intervistë me shefin ose nuk e dini. Po shef prishë burse po shkote shumë mirë. Kishte ngrit dorën, se kush kishte ngrit dorën që para. Po hikuaj që kishte ngrit dorën. Tanit e ka në radhë tani. Super. Dritan veshti nga Miniu. Am dëgjoni? Dëgjoni? Po tanë dëgjoni, mirë. Përshëndetje, mbi mbrëma të gjithëve. Hera parë që marr pjesë në këto evente, faktikisht nuk ndjek shumë rrjetet sociale. Edhe doja të përmendja atë punën e shmangjes që tha Ariona. Unë personalisht jam pjesë të ky grupi Dua të votoj. Dhe të ky grupi Dua të votoj, sinqerisht unë kam bloku komentet, sepse ka një kakofoni të papar. Dhe nuk e di që ka një dokument që duhet vendoset emër mbi emër, unë e jap që tash nuk e di kush merret me këtë punë, po ju lutem bllokoni ose hapni grupe të tjera alternative që njerëzit të shprehen ç'a duan. Kemi hapi grup tanë që quhet grupi i kafes. Personalisht unë e kam bllokuar grupin sepse në çdo moment të ditës vi notifikime pa vlerë. Po, vërtet. Dhe nuk ka kuptim, domethënë. Po. Është vërtet, ma ke thonë të tanë edhe mua, edhe po është si e vështirë është për ti menaxhosh edhe këto komunikimin mes njerëzve, se edhe me ndërprej fjalën është vështirë, po edhe me i thon mos fol për gjëra që s'kan
mos i thuj 5 herë të njëjtën gjë, mos fol për gjëra që janë thelbësore, që s'kan lidhje me gjën. Ja, unë kemi thënë 5 herë, 15 herë. Po tani njerëzit kanë edhe duan më shumë. Personalisht kam qenë aktiv në fillim, sepse në fillim paktën kishte një sens. Edhe kjo protesta parë që bëm një për mendimin tim, ja vleti sepse ishte ajo që paktën në kjo anë. Ndezi diçka, po për sa i përket grupit WhatsAppit, mendoj që duhet menaxhohet pak më mirë. Nuk e di se si, nuk kam alternativë, por kjo është thjesht mendimi im. Dhe për sa i përket LinkedInit që ka feedback më të mirë, ato e kuptoj sepse në LinkedIn normalisht njerëzit janë me emër, me fytyrë, me histori jete, kështu që aty është pak më ndryshe. Nëse dikush do të fshihet apo jo, është ndryshe kur dikush bën një profil falso dhe thjesht monitoron gjendjen se sa në LinkedIn. Atan, shiko, një pyetje për të kthyer edhe herë ke gjoja totale. Çfarë mendon ti që duhet përfaqësohet? Si mendon ti që duhet përfaqësohet diaspora shqiptare nga përfaqësuesët? Për mendimin tim, arbor ky është një proces, dhe normalisht është një proces, nuk është perfekt që ndingje. Pra do kohë që të e rëndësishme që po flitet, hera parë në kaq vite që po bëhet goxha zhurmë, aq më tepër që kemi edhe një vendim gjykatës kushtetuese që forcon akoma këtë bindjen tonë. Po për mendimin tim, ne mbi gjitha duhet presim të censusin, sepse ky jep numra. Nuk e di sa i drejtë është bërë ai census, po të paktën kemi disa numra dhe mbas numrave pastaj mund të mendohet pak më mirë. Kush mund të jetë, se pa censusin është diçka që është në tym. Dhe ajo që unë kam dëshirë ta ripërsëris ndonjëherë, mbi të gjitha këtu njerëzit duhet fokusohen te drejta votës, sepse drejta votës është hapi i parë, është tulla, është themeli, është ajo që i hap, që jep të drejtën çdo lloj procesi mbrapa. Dhe te kjo e drejta e votës mbi të gjitha, mos ketë qasje politike, thjesht ne duam të votojmë. Unë personalisht kam ikë qendrimi tresh. Partijake e kishanën se politike. Po e shoh dhe unë flas vetëm për këtë grupin që dua të votoj. E shoh që normalisht ndore ka majoranca. Po shoh që ka shumë simpatizantë të gjitha forcave që shprehin mendimet e veta dhe kjo nuk është e gabuar, por problemi është që ky është grupi i gabuar. O Dritan, Arbër, nëse mund të them se ne kemi kaluar vetë diaspora për Shqipërinë Lirë kët, sido që ne kemi fut procese antarësimi, pra fillimu bashkun hy shumë veta, sa hyn ndetën janë ende sot aty për 4 vitesh ca dolën, edhe ne që jemi të konsoliduar, që kemi diku ke 130 antar aktiv me pagesa kuota antarësie që i përmbahen statuti e tjera, dhe prap këtë debatin nganjëherë Dritan që ka një lloj gjendje emocionale për diçka që ndodh në Shqipëri, nuk është se e ndalon dot. E vetmja zgjidhje që unë të paktën si bashkëdrejtues i lëvizjes i them, ju lutem, sillini ndërgjegjes tuaj. Pra, mendojeni veten si në biznes. Po këtu vjen dhe niveli intelektual ose mendojeni veten si në një biznes ku ti me atë që ke përballë, nuk mundesh më të mbushësh mendjen me forcë. Thush atë tënden. Ja thua një herë, 2 herë, argumenton. Nëse ai përballë pastaj vazhdon ka mendimin e vet, atëherë të dy bëjnë një paqe që okay, unë e thash atë timen dhe kaq, se ne nuk mund të imponojmë njëri tjetrit me mendime, por thelbi të gjitha, jo, unë të kuptoj që të lot kjo. Mu për shembull e kam çu 3 herë iPhone-in ke Apple-i si themore, s'punon bateria, than kujdes se ke WhatsApp-in që ti thith gjitha me gjithë këto mesazhe. Thelbi është tek gjitha njerëz që janë aty, me paça na bashkon. Kupton, ne si shqiptar kemi shumë gjëra që na ndajnë, dhe jo vetëm vota, po ne na bashkojnë që ne duam një Shqipëri më të mirë gjithë. Përveç që duam votën, duam një Shqipëri më të mirë, secili në atë mënyrën e vet. Që po të shohim anën pozitive të këtyre diskutimeve, arrihet bëhet një paqe që thu, po prap, duhet të ketë një lloj rregulli, sepse ka njerëz që nuk e kuptojnë këtë dhe vazhdojnë i bien me një vrim, i bien fylli që është shpreha dhe bëhet e lodhshme. Na erdhi njëri me parullat e Duçes, Flor. Gjëse po bëhem repetitiv, po përsëris shumë vetën. Siç e thash parë, unë nuk kam media sociale, nuk para ndjek. E vetmi informacion që kam, domethënë ndjek të grupin e WhatsApp-it, jam pjesëtar aty,
Po sinqerisht Pe atë që tha vinë që re, më tonë? nuk e kam dëgju varë Arbër, sepse siç thash më shumë se 10 nuk lexoj, po ka shumë unë nuk arrit të kuptoj kush është informacion i rëndësishëm dhe kush nuk është informacion i rëndësishëm. Para 2 ditësh fola me Arionën në telefon dhe më tha që është një listë emërore. Se s'ke votuar, se ke vënë emrin. Thash sinqerisht i kam fik, e kam bërë. Nuk i lexoj më komentet sepse ka shumë palidhje. S'ke faj. Nëse ka në nisëm. Këtë do ta morim parasysh, do ta morim. Jo, mendoj si puna ime ka edhe disa të tjerë, paktën e disa persona që janë pjesë e atij grupit WhatsAppit, kemi ndarë të njëjtën problematikë. Kaq kisha unë, e zjata shumë. Faleminderit. Fjalën kush e ka tash duhet të them në Arditi. Vazhdoni. Faleminderit. Unë kisha 2 pyetje. Para fakt sugjerim form pyetje. Për këtë se si duhet përfaqësohet diaspora. Ndoshta mënyra më e thjeshtë është që diaspora të votojë për një zonë elektorale ku ka pasaportizimin në Shqipëri. Sepse mendoj që arsyeja kryesore që njerëzit nga diaspora duan të votojnë është sepse duan që familjet e veta ku jetojnë në Shqipëri të jetojnë më mirë, edhe për familjen e vetë vetëm mënyrë me kontribuar është për të votuar për një zonë elektorale ku jeton dhe familja, domethënë. Ardit, sa pa kalu ke e dyta, mund të them diçka këtu? Patjetër. Falë, se unë ndoshta nga që e humba me duke fol gjatë për përfaqësimin me vende të caktuara në parlament, harrova të them këtë. Ne kemi propozuar si diasporë shqiptare pikërisht këtë gjë, që shqiptarët të votojnë aty ku janë, pra projekt ligji që është, dhe për kuriozitet të shfaqja votadiasporës.com, që ne e kemi përgatitur për dalë për televizjes. Pra nëse njerëz si ju që jeni këtu doni të jepni një mendim si mund të votohet, keni një eksperiencë shumë të mirë, doni ta ndani, aty është platforma për këtë punë, që të dëgjohet zëri sa më shumë vetë. Dhe aty është dhe projekt ligji, ku ne kemi propozuar pikërisht këtë, në zonën ku ke qenë i regjistruar së fundmi në Shqipëri, aty të votosh. Kjo është ndarja më e drejtë për momentin. Madje dhe Britania e Madhe para 2 muajsh kaloi një ligj ku dhe fëmijët e atyre që janë tashmë në diasporë të votojnë në zonat ku prindërit e tyre kanë qenë të regjistruar, që ka të bëjë dhe me moshën tonë, për kështu që jam me një mendje me ty me këtë, se më shpëtoi që para të thoja si detaj. Më fal se të mora fjalën. Faleminderit. Kjo ishte pyetja, domethënë e mora dhe përgjigjen. Tjetra që doja të thoja është jo se e mbështes si mendim, por ka njerëz që thonë, ore, çka keni ju që jetoni jashtë Shqipërisë që aktivizoheni politikisht për Shqipërinë? Ju e keni zgjidh hallin tu, ju jetoni atje, jeni rehat, sepse ndoshta mendojnë që politika është jashtë Shqipërisë e rehat. Edhe s'keni ç'punë keni më marrë me politikë. Cila është përgjigjja që u duhet zënë këtyre njerëzve? Shko, nëse mundem përgjigja është e shumë fish, nuk ka vetëm një përgjigje, po vetëm fakti që ne jemi, vetëm fakti historik, po më marr disa gjëra. Fakti historik është që Shqipëria ka qenë më e fortë gjithmonë kur ka qenë bashkimi i diasporës shqiptare me shqiptarë që banon aty, dhe këtu të kujtoj rilindjen. Shqiptarë që ishin në kryeqytetet e botës e të Europës, që ndikuan në pavarësinë e Shqipërisë. Rasti i shqiptarëve të Amerikës është nga më të fortit, ku nuk ishin as komuniteti fort, po arritën të bëheshin bashkë dhe ndikuan tek Wilsoni atë, që të kishin mbështetje për Shqipërinë me gjithë betejat që ato kaluan. Kështu që ky është rasti historik që ne kemi treguar që diaspora ka qenë gjithmonë aty për vendin. Kur ishte tërmeti, unë e thash pak përpara, miliona euro që sonë shqiptarët. Prodhimi i brendshëm bruto me remitanca që janë diku ke mesatare 10% tregon që kontributi jon është i vazhdueshëm dhe është është i vazhdueshëm, nuk është se është vetëm në një periudhë dhe zhduket. Kështu që ne jemi të lidhur me Shqipërinë dhe edhe kur na thonë nuk taksoheni, kjo nuk qëndron fare, sepse e para shumë nga ne mund të kenë një pronë, një gjë që për ato pagojnë taksa vendore etj. Por edhe para që ne sillim me remitancat, taksohen sepse ato futen në ekonomi. Pra nuk taksohet mu si flor direkt, po nëse unë çoj para atje, ato futen në ekonomi, pagoj të TVSH, pagoj gjitha, pra taksohesh. Dhe lidhja jon me Shqipërinë është temase e fortë sepse jemi diasporë e re. Dhe qëllimi jon për një vend në zbradhje siç është Shqipëria, të paktën unë nëse do isha nesër të drejtoja Shqipërinë, do gjeja mënyra se si ta bëj
rikthimin e njerëzve dhe një rikthim fillon duke ndaluar ndarjen, pra këtë urën që ti ke diasporë Shqipëri, shqiptar që jetojnë jashtë me shqiptar që jetojnë brenda, të forcohet sa më shumë duke i dhënë mundësi investimi. Ora ato që themi ne investitorët e huaj, më fal Arbër, vetëm ta marrë, don pse investitorët huaj, edhe mund t'i themi investitorëve ka shqiptar, ka me qindra mijë shqiptar që kanë lindur jashtë, që janë shumë të suksesshëm, që mund t'i ftojmë. Ke shkencëtar shqiptar që kanë filluar startupe në përgjithë botën, pse mos vinë t'i bëjnë Shqipëri? Pra t'i sjellë një lloj fryme të re Shqipërisë, dhe e dyta që është edhe më e rëndësishme se njerëzve, ata që janë kundra do gjejnë gjithmonë një, siç e them unë, kanë gjithmonë një problem për çdo zgjidhje. Ky votim që ne po kërkojmë dhe vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është vetëm për shqiptarët me banim të përhershëm jashtë, është edhe për ato me banim përkohshëm. Pra zëm se një shqiptar që sot banon në Shqipëri, shkon bën një doktoraturë jashtë ose një master, dhe gjatë kësaj periudhe ka votime. Kjo është edhe për ato, pra ky votim është shumë gjithëpërfshirës. Kështu që për t'i ati argumenti që ju keni kaq vite që jetoni jashtë, ç'u keni me Shqipërinë. Edhe pastaj në fund ditës dhe ana zemrës, kush je ti ta thosh që Shqipëria është jote ose është ime? As s'ja lejo as njeriu të ma thotë këtë. Edhe as ju zot e lejoni as njeriu të ja thotë. Kush ta jep takrin ta disha vënda prej kur nuk quhet më ime, prej kur quhet i joti. Këtë desha me shtu Flor, po e the vetë, kështu që... Se ngrita dhe zërin, se merri kështu nga mren. Jo, mirë ke, po është puna nuk... është shmenduri edhe teorikisht kështu, në për... Kam një përgjigje shumë praktike, më fali. Një sekundë, Vesta Marajana. Edhe nga kjo puna e tezave politike, të thush që një emigrant pasi hikën 10 vjet nga vendi ku ka lindë është rrit, duhet të humbasi drejtën për të votuar. Kjo është, domethënë, politikisht, moralisht, etikisht, si dush ti hidhet poshtë kështu nga kushtetueshmërisht. Kushtetueshmërisht, ligjërisht, po të gjitha, është. Patjetër. Ariona? Po, si thash, si një person që kam jetuar 20 vite, thuajse 20 vite në diasporë, në ana praktike kam përjetuar shumë fort ndikimin e mos qeverisjes ose mos politikës të fortë të jashtme që kishte Shqipëria në Greki dhe më pas në Gjermani dhe në Evropë në përgjithësi ta themi. Pika e parë që është prind më kam punuar shumë vite në Greki, nuk ju njihen pension se janë kthyer në Shqipëri tani. Kjo është shumë praktike, dhe kjo ka të bëj me qeverinë shqiptare, me vendimarrësit shqiptarë që nuk ja kanë dalë të bëjnë marrëveshje të forta me shtetet të tjera. Kjo është shumë praktike. Disi shumë me thënë të bësh punë në ndërtim, në pastrime, 20 vite dhe mos të njihen fare, dhe të vish në Shqipëri të blesh vite pune që të prososh vitet për të marrë pension. Fiks. Kjo është praktik, që atje ndikon qeveria, atje ndikon vota, të gjitha. Pastaj tjetra që e kam dhe personalisht vazhdoj dhe kam, është për çështje personale vendosa të jem vetëm me pasaportë shqiptare. Edhe e kam të pamundur, se flas me ana praktike, pa kaluar një birokraci shumë të fortë, të vizitoj vuajin tim që jeton në Irlandë, se nuk është Schengen. Do me thënë, më thotë se politikat tonë nuk kanë bërë prapë marrëveshje, ose të më njihet një dokument, nuk më jep lërinë në lëvizje. Pse? Se ata politikanë që na përfaqësojnë, ata që përfaqësojnë shqiptarët jashtë në diasporë, nuk në vend të bëjnë marrëveshje të forta, që ne të pozicionohemi fort në Evropë edhe në botë, humbasin në ca gjëra kulturore që jo gjëra kulturore, dhe kultura ka vlerën e saj. Po nuk jemi vetëm kultura, ato gjërat kulturore që ata i prezantojnë kulturore, dhe një tjetër që më ka goditur shumë, se treta prapë që është praktike, dhe kjo ka të bëj si na kanë qeverisur, është që unë kam bërë diklasa në Shqipëri, pastaj në Greki, dhe nuk kisha mundësi të mësoja gjuhën time. Prindërit punonin gjithë ditën, unë shkoja në shkollë, nuk ishim dakord, nuk isha më këtë praktikoja. Dhe kam mësuar shqip shumë më vonë, domethënë dhe kam filluar dhe ndihem më konfident 3-4 vitet e fundit, që jam angazhuar edhe unë me evente me shqiptarët në Ilirian Brains, ta them edhe këtë, se kam dhe atje background, dhe kjo herë parë në jetën time që kam marrë pjesë në evente dhe kam folur me shqiptarë në të gjithë trojet e Shqipërisë, të shkolluar, që kemi bërë muhabete të tjera, se sa thjesht ato vizitimet që bëjmë me familjen time, duke qenë se jam në një shtat të jugut, edhe vizitimet kanë qenë shumë të limituara. Ata që mua kaq vite nuk më kanë dhënë të drejtën ose mundësinë, dhe të drejtë ose dhe mundësinë dhe të gjitha opcionin që të mësoj gjuhën time,
se është politike dobët e jashtme, ndikon tek mua. Edhe disi ndikon edhe akoma më fort, të jap edhe shembulla të tjera, se unë jam person që e majta emrin Ariona Jut, domethënë emrin tim që kam patur, po shumë shoqe të mia në shkollë u detiruan indirekt nga politike varfër përsëri të ndryshonin emër ose të pagëzoheshin. Se përndryshe nuk bëhej te integrimi. Dhe kjo prapë atje, kush ka ndikuar ato qeveritë që ne kemi patur. E vërtet. Por atë nuk kanë të drejtë dikush të vitë na thotë, nuk flas tani prapë për emitancat, për investimet dhe të gjitha ato, për dashurinë që kemi, po për në ana praktike, të gjithë emigrantët shqiptar vuajnë në politikat e dobta. Po, Ariona, din gjoti më fal, pse administratori Ilirian Brainsit është kaq entuziast për të ekzekutuar censurën? Shiko, është një temë që ai nuk mundet ta menaxhojë edhe askush tjetër, edhe duke qenë që u vendosna të gjithë që të jetë pure professional networking, lëhen të gjitha për jashtë. Po unë vetëm i ftova këtu ke kjo biseda që po bëjmë tani. Kjo është Po Arber, kjo është vetëm ftesë për bisedë, më këtu nuk thash që hajde votojmë fare. Do dëgjojmë bisedën. Për faqin e diasporës, ato janë gjithë diaspora aty. Arber, do dëgjojmë bisedën dhe do ta kuptojmë vetë. Po shiko, them diçka se ma solli Ariona në mend që duhet të thë edhe Arditit. Ore, për gjithë ne këtu që do ta dëgjojmë më vonë. Dhe për ata që thonë ç'pun keni ju. I gjithë borxhi publik i Shqipërisë që vjen e rritet, jepen koncesione në për miq, në për oligark, pra nuk pagar fare. I gjithë ky borxh publik, ju besoj keni qartë që ndahet tek të gjithë shtetasit shqiptar, ku ndahet për kokë borxhi publik. Dhe tek këto për kokë janë dhe fëmijët e mi që janë shtetat shqiptar, që janë 63 vjeç, që kanë lindur në Zvicër, janë dhe fëmijët e juaj që jeni andej, jeni dhe ju vetë. Pra nuk është se ne u larguam nga Shqipëria fizikisht dhe e mbyllëm me Shqipërinë. Edhe po duam ta mbyllim ne me Shqipërinë, se mbyll Shqipëria me ne. Kështu që ja ku është një argument i fortë që ne duhet jemi të përfaqësuar, duhet kemi një zë dhe duhet luftojmë për menaxhim më të mirë ose drejtim më të mirë se shqiptar dhe më drejt, sepse jemi bartës të gjithë Kosovës që ai shtet mbah. Po do thoj edhe unë një gjë tjetër, nuk e di se çfarë harrova. Me Ilirian Brainsit që akoma. Jo, se deri nati që ta fshin. Jo, po është më shumë. Jo është tek njëri, ta kuptoj, se Ilirian Brainsin vjen për shembull, nuk e fshi njeriu. Mos e përmeni, mos e duket sikur po. Arber, nëse do kishe bërë ftesë për kafe, besoj se do kishte shumë impakt aty te Ilirian Brains. Ndoshta po. Se vota si intereson më sa duket. Nëse ore, ky emri Jakub Bua. Jakub Bua Shpata. Po Bua Shpata, a tregoj histori të lezetshme kët apo e kemi zgjat shumë? Jo, jepi, nuk paguajmë studion. Kur u bë 50 vjetori i marrëdhënieve diplomatike shqiptare zviceriane, unë pata fatin zgjodhe një nga shqiptarët e integruar mirë këtu. Edhe më thanë duhet shush një histori interesante. Dhe unë fola pak për veten dhe hulumtova pak për neutralitetin e Zvicrës. Koha kur është pa neutraliteti i Zvicrës, diku nga viti 1511, ka pas një stratiot që ka qenë titull ushtarak atëherë, Mercurio Buo, që vjen nga familja Gjim Bue Shpatës, edhe don stërnipi ati, si më thënë, që ishte, si më thënë, si Skënderbeu në kod vetë, se shqiptarët, si zvicerianët kanë qenë shumë gjashëm, bujq, blektor dhe mercenar. Dhe ku shkonin këta, bënin namin, pra kishte njëri atë 500-600 vjetë e vete, e thoshte kaq lek du, edhe ta tregoj unë. Dhe ky ishte në krahun e mbretit në betejën e Martignanos, ku ky ishte në krahun e mbretit të Milanos, dhe nga ana tjetër ishin këto kantonet zviceriane që ishin mercenar, dhe kur ishte ky drejtues u bën masakra të mëdha, pra korri një fitore shumë madhe kundrejt zvicerianëve, dhe në momentin që zvicerianët u kthyen, që prej atij viti kanë shpallur neutralitetin. Dhe që prej asaj kohe Zvicra ka shku vetëm për lart, sepse shpall neutralitetin nga çdo luftë. Se imagjino në atë kohë kur bëhej luftë dhe vriteshin gjithë burrat, hajde ta merrte ai fshati prap veten për ca vite sa të rriteshin çunat që ishin e të rikrijoi jetë. Kështu që është një kështu ekskurs interesant gjykoj unë, që zvicerianët nuk e dinë, po as shqiptarët unë habitem që ne kemi ngel Skënderbeun në Tereza. Ndërkohë që kemi kaq figura pafund ti që janë në Vjen për shembull, dhe keni gjuhë Karl von Gegen. Domethënë atë Karl Gegen që ka pas tjemën nga Venecia, teatrin shqiptar dhe ka hap tunelin e Simplonit, që është nga tunelet më të rëndësishëm
në Austri, pra domethënë që kemi shumë shqiptar, po në fund ditës kenohemi për ato, po puna është çfarë do bëjmë ne për Shqipërinë. Një fun fact për Carl Gegen, është pak morbiditet, po s'ka rëndësi. Është varros për krah me Beethovenin dhe Mozartin. Po. Është po ke varrezat e Vienës. Po kupto sa pak njerëz ka që i njohin këto figura. Edhe ky më kujtu kjo bua që parë thash do e them, edhe madje ka vdek në oborin e një princi në Gjermani, me atë gradë më të madhe, dhe më duket se ka shkruar librin e parë për strategji ushtarake në atë kohë. Po hulumtoni po doni, Merkurio bua quhet, gjehet. Po tani pse ta kujtoj Jakub Bua Shpadha aty këtë? Po bua pra, po njëti person është. Okay. Merkur Bua, nga familja, domethënë kur shoh dhe foton aty te Jakub Bua, kam përshtypjen se është një foto. Hajde të vi zoti Jakub ta tregoj për historinë e Jakub Bua Shpadhës. Shkurt, zoti Jakub të na tregosh historinë. Faleminderit. Jakub, fjala për ju. Jo, në fakt nuk është njëjti person, Florian, përshëndetje. Se s'na le qefin që ta thoj. Është kushri. Jakub Bua Shpata është i fundit i shpatave, e ka vrarë Carlo Tocco, sepse Jakub Bua Shpata ka pranuar Islamin, kështu me vullnet. Interesant. E ka burgos ato populli vetë ka burgos, sepse në atë kohë është shumë e hershme. Është princi i parë arbnor që ka pranuar Islamin. Sa interesante. Edhe e ka burgos populli vetë sepse kishin frikë se mos po i dorëzon tek osmanët. Sepse dia kët. Po që besoj një pem familje është. Po, janë një familje këto. Bile ta çova edhe një meme. Çova edhe një meme ku është si jap dumën kësaj atëra parë që po e përdor. Ta gjej memen. Ka të vjen notification, është ky nesër në Francë. Okej, faleminderit. Tani e pash. Po, unë kisha pash. E pa? Po çfarë ka këtë tani? Kopje. Po. Rops. Çfarë ka këtë Gjin Bua Shpatën Jakupi këtë ama thutës? Ja, nuk e di. Jo, Gjin Bua Shpata është themeluesi. Është stërgjysh ose gjysh në diçka tjetër. Hajde. Gjin Bua Shpata është i pari i shpatave. Jakupi është i fundit. Ta pën punë Arbër me Google sot në darkë. Jo, mor, se s'ka, na është bo truni sallat, mor, Flor. Unë kënaqe këtu, po mos i lodhem njerëzit kam hadh. Jo, po njerëzit këtu kur dun hikin këtu, s'është as televizion që me pagujt pronarin që më po na merr Sandrim telefona, që s'ka. Kjo historia e Shqipërisë, e shqiptarëve të Greqisë sot më është jashtëzakonisht e pasur edhe është shumë e panjohur për shqiptarët. Nëse po kisha disa pyetje, a dëgjon? Po. Kisha disa pyetje për ty Flor. E para dosha më thënë që me të përgëzuar, me të falënderuar se kam pasur intervistën tënde me Damian Gjiknurin edhe Ali Beajin, edhe më erdhi shumë mirë se si i fole, edhe ato sikur u tremën pak, ai Gjiknuri ishte pak i skuqur. Ka qenë intervistë, ka qenë kështu, ka qenë komision parlamentar. Jo, ka kanë diçka ka kanë live. Kjo komisioni pra ka qenë, komisioni. Apo ka kanë remote. Po. Okej, mendova se ka kanë thjesht intervistë. Jo, ishim në betej. Pra, shumë bukur. Adin, Florian, mendoj se dëna për nuk dënë ty të kara barra, sepse je personi i përshtatshëm për këtë punë, sepse je mjaftueshëm i artikulum, edhe je mjaftueshëm i qartë një ide, edhe je në këtë situatë, edhe besoj se të kara thjesht kjo barra dhe je i detyruar për detyrës me vazhdu edhe me përfaqësu diasporën matej. Edhe kisha nxit që me viju në këtë rrugë, se me të vërtetë Shqipëria është një autokraci, edhe Shqipëria është vendi i njëshit, i kryetarit edhe i të fortit. E ke parasysh edhe nëse na dona me pas sukses, duhet me pas figura të tilla, edhe besoj se të ka ra thjesht përsipër me kanë një prej tyne. Ty besoj edhe Arbër Leshi deri një farformet, do t'ju kisha lutë që me vazhdu edhe me duru. Faleminderit shumë për vlerësimin vëlla, po ne vetëm forcojmë njëri tjetrin. Arbri mund ta konfirmoj vetë, domethënë unë nëse kam një vizion leadershipi tek lëvizja, është vetëm të fuqizojmë ata që dinë diçka më mirë se tjetri. Pra,
vjen një intervistë, duhet një mendim ekonomik, dali dikush nga grupi ekonomist flasi. Ti jepet forcë, pra kjo për shembull lëvizja mund të ketë nxjerrë diku ke 60-70 njerëz të ndryshëm në këto 4 vite nëpër intervista. Dikujt si ka pëlqyer me dal prap televizor, si ka pëlqyer me dal në debat, nuk është kollaj, por të ikim asaj të njishit që ti e the shumë mirë. Shqipëri njishi dhe vlera shifet vetëm te njishi, jo, forca është e grupi. Prandaj edhe ty unë t'inkurajoj ta mbështesësh bashkarisht ta bëjmë këtë udhim. Gjithë që e kemi nisë, se vetëm barr nuk është, kjo është nder, të kesh mundësi të bësh diçka për vendin, por duhet të forcojmë njëri tjetrin. Qoftë edhe me i shtys, qoftë edhe me i fjalë të mirë, qoftë edhe me i kritik. Kritika është më e rëndësishmja, në fakt. Se po tham gjithmonë ato që dim, kena përstrit vetveten, kurse kur na shihni diçka që ore këtu mund ta bëjmë më mirë, këtu ja futet kot Flora Arbër, këtu ja futet kot, këto na ndihmojnë, menoj unë. Unë pajtohem se ashtu duhet të jetë, po unë po tham si e shoh unë se është, Florian. Faleminderit gjithsesi. Po, kjo është diçka, edhin se çdo popull kalon ato fazet e veta, edhe kalon ato fazet e humbjes edhe rigjetjes vetvetes edhe të pjekjes si kulturë. Edhe e tjetra është përsa i përket kanaleve të komunikimit, se me të vërtet Shqipëria është plotësisht e zhytur në diktaturë e padukshme. Dhe besoj jashtëzakonisht e vështirë ti ke fjalë të lirë për sa kohë që s'ni gjon kush. Je i lirë për sa kohë që nuk i prish punë pushtetit. Je i lirë brenda aty në kornizave tuaja, edhe për sa i përket kanaleve të komunikimit, nuk e di nuk e gjej shumë të varfën mënyrën e komunikimit, sepse unë për shembull unë ju kam pa vetëm te ky komisioni, edhe më duket të një intervistë e News 24-shit, mos u gabosha. News 24-shi Euronewsit vetëm me 2 stacione të cilët nuk janë komplet propagandë e pastër tani për tani. Edhe të më thonë, ju kam pa vetëm 2 raste, edhe isha në thonë, a keni menu ju për kanale tjera komunikimit, për shembull me ba YouTube, podcast, ose unë ju kisha sugjeruar shumë, isha lutë me ardhë me për këto hapsina, sepse këtu, ne jena këtu, jena 8 veta, po për shembull ke disa njerëz tjerë, disa djem tjerë nga Kosova që bajnë hapsina rregullisht, edhe aty ke figura, ke njerëz që kanë, njerëz që janë njerëz, që njohin njerëz, që mblidhen edhe flasin, a kupton? Këtë jo kisha sugjeruar si kanal komunikimit, po duhet me pyet, a keni ju një strategji për mi ball kësaj baterie këtij barazhit që juve ju hedh pushtetin qeveri në Shqipëri? Po, ti e the shumë mirë me kriju një kanal tonin, kemi pas dëshirë me e bë, po në fund çalojnë tek koha, sepse çdo angazhim është vullnetar. Hiqi financat, se ke financa, hajtë po fusim gjithë dorën në xhep, edhe po i blejmë ku dëgjon sa mikrofona që munduan për një kanal YouTube. Është çështje kohe. Duhet njerëz që i marrin, që i presin, që i bëjnë. Edhe në fund ditës kaq orë ka dita dha, deri tani pak s'ja kemi dal. Por siç e theti, ka kanali aktu Arbri, aty është Bleoni që ka të Buçi podcast që bëm një para ca kohë, që kanë dëgjueshmëri. Janë këto çunat e në Kub podcast. Pra, këtu është ajo që se mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Qoftë edhe propaganda me gojë ku ti dëgjon për dikë, i thu dikujt tjetër, ai futet ndjek, edhe kjo është ndihmë e madhe. Por me financa dhe me kohë, sot këto janë mundësit. Po i mendojmë gjitha, por duhet ndaj një mendje strategjikisht pra çfarë do jetë hapi tjetër. Do jetë futje edhe më fort politik, po sot për sot edhe nëse do donim, nuk mund t'ja lejojmë vetes si lëvizje kthehemi alternativë politike, sepse ne sot po luftojmë për votën. Dhe që të jemi aq diplomat sa ta marrim votën që i takon gjithë shqiptarëve, duhet mos krijojmë afilime me asnjë palë. T'i japim ndjesinë që shif ne me të vërtetë vetëm për votën, se po fillojnë të çohin dhe pastaj si kundërshtar direkt, ato karte që kanë për të luajtur në parlament nuk i luajnë fare. Ose i luajnë për të bllokuar. Pajtohem plotësisht për këtë gjë, ndoshta kishte kanë më udhës Florian me mujt me kriju në tip bashkëpunimit me pas një grup veprimi në Shqipëri, cili mbështetet sigurisht prej diasporës. Po unë kisha sugjeruar ndoshta mu bë bashkë me studentat, ose me mujt me pas një kanal komunikimit me studenta shqiptar. Vlla, ti vetja ku pe ke emrin?
Jo. Jo, unë jam anonim këtu për të njëjtën arsye, për të njëjtën arsye si ajo shkencëtarja norvegjeze. Doja të drejtosha për respekt me emër, po të kuptoj shumë mirë. Dha, nëse keni një ide, numrin tim e ke, kontaktin e ke, nëse keni një ide se si mund të krijojmë kështu kanalesh, të lutem, jemi pritur të na e thuash më konkretisht, më vonë. Po, okay, unë kam njoftë në anonimitet plot, ë? Po, unë kam njoftat që kur u bë proteste, ishte ai që thotë për shpirt të Zeutës, dina që u bë meme? Se ma kam men. Seriozisht. Se ma kam men, po në proteste studentëve, gjithë çfarë proteste ka pasi kena mbështet me sa kemi mund. Po, besoj se unë besoj se këto mund të jenë i vetmi grup në Shqipëri i cili do të ishte mjaftueshëm i larguar nga politika që mos më prish punë edhe mjaftueshëm i afruar në terren që me pa efekt. Shumë e drejtë. Shumë faleminderit. Po, e kemi dhe Bershimin dhe pastaj unë them ta mbyllim Flor se u bë vonë. Nuk po mbërtazin kej. Bershim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, nëse dëgjohem. Mirëmbrëma. Po, dëgjohesh, edhe faleminderit shumë edhe për mbështetjen, pash që kishit qenë shumë suportues me postimet në për Facebook edhe Twitter. Me aq sa në agjende si kur thotë edhe postim. Shiko, unë desha të rikthehem pak të ajo që sa ko... Nga na flet u Bershim, më falë të pyes. Më falë? Nga na flet? Unë flas nga Franca. Quhem Anton, emri është Anton, mbiemri është Bershim. Okej. Kënaqësi Anton. Gëzohem edhe unë. Dhe mbase ka ardhur koha që ta ndryshoj dhe ta bëj emër mbi emër dhe profilin se u bë gjithë të vitin më këtu. Nëse desha të kthehem te ajo që sa po tha Flori. Kur foli për problematikën që mund të ndodhi nëse kjo lëvizje kthehet në lëvizje politike. Unë jam dakord e kuptoj që bisha mund bëhet shumë më bish, po mbase është mënyra e vetme. Se do të kuptojmë një gjithçka. Unë për vete kam shumë vite që nuk aktivizohem shumë me ato që ka... Përshim, më falë, jo, vështë të tashu, se mendoha se ndoshta duhet me hike dhe Flori, se ja kemi ashtu qatë, që ose në i pyetje kishim në si fillim, që ose keni pyetje, pastaj në që ose kemi ku mrapa, mund të flasim edhe më të. Pse ky ngurim? Pse ky ngurim? A është bë me tamam një analizë mes jush që për mua jeni liderët e këtyre grupimeve në për botë, në për Evropë. A është bë një me të vërtet e pjekur kjo gjë, se ka përshtypjen se nëse piqet mirë, një lëvizje politike mund t'ju japi edhe më shumë, më tepër vizibilitet. A e keni menduar se po apo jo? Ta jap gjithë shkurtër unë fare, është edhe çështje resursë, është edhe njerëzish. Okej. Po Flor. Jo, me qef. Anton, është pyetje shumë e vënde, të falenderoj. Ky është një lloj inkurajimi kur njerëz që sapo i njeh të inkurajojnë në këtë rrugë, me thënë drejtën. Shiko, sot ku ka çaluar është tek pjesa e asaj që thash nuk donim t'i bënim marrmiq, duke dalë si një alternativë politike, por e mira është ne politikë kemi qenë që prej fillimit. Pra nuk është se do vimi ditë bukur dhe themi tani ne jemi alternativë. Ne politikë kemi bërë gjithë vite duke ngritur zërin ndaj padrejtësive, duke denoncuar, duke bërë takime të nivelit lartë Parlament Evropian, Kongres Amerikan. Pra kemi arrit deri në nivele ku kemi taku krye prokurorin e çështjes me Gonikale, kemi taku 2 herë, një herë fizikisht, një herë virtualisht. John si ka Jim. Wow, me vërtet, duhet me u ndal asis ma thej më parë, do isha ndali çik. Jo, po na duhet një tjetër mbrëmje për këtë. Anton, të gjitha këto kanë ardhur vetëm fal kurajos ton dhe duke mos pas fare kështu second thought që i thënë anglisht, boçat në ndonjëore, bjeri direkt. Shkruaj letër, sigurisht letra duhet strukturuar mirë etj dhe na janë hap shumë dyer. Dhe kjo është edhe ajo që duhet t'ja Jim Himes Jim Jordan se u trasha. Jim Himes është një kongresmen tjetër. Pra, dua të them që kemi thënë hajde fokusohemi te vota, por ndërkohë ne paralelisht i bisedojmë gjitha variantet. Por kemi kaluar 2 zgjedhje
pa rënë pre tundimeve politike, se edhe kjo duhet thënë. Ka pas 2 palëzjedhje në Shqipëri, që antarët lëvizjes i është kërkuar të bëhen përfaqësues për partitë aktuale, kemi thënë jo, qëllimi jon nuk është vënia në piedestale vetes tonë, qëllimi jon është të mundsojmë votën. Se çfarë vjen më vonë nuk ngurrojmë, por me sistemin zgjedhor që është sot në Shqipëri dhe pos patë votën e diasporës, si një peshk ku thotë ke pak në diaspora mund të votojë, me sistemin sot zgjedhor në Shqipëri është tej masa e vështirë për forcat e reja. Kjo s'do thotë se s'do e bëjmë kurrë, ne ose të tjerë, por sot një pengesë për shembull është nëse do të futesh si parti e re për zgjedhje qendrore, duhet të kesh 140 kandidat për deputet. Po ne 130 antarë aktiv jemi në lëvizje, pra sikur vetëm ato të merrnim me shaka, se nuk është se po e mendoj. Prapë si kemi 140, pra është një sistem kaq i poshtër sa s'të jep mundësinë si parti e vogël, se ti duhet vetëm të mbushësh listat, edhe nëse do të kandidosh vetëm në 1 vend, 2 vende sigurisht. Plus pastaj pjesa e resurseve, financave dhe ç'është më e rëndësishme, ne jemi njerëz normal, të gjithë ne. Kemi punë, kemi familje, kemi detyrime. Asnjë nga ne nuk e ka luksin që t'i hedhi këto për një herë e thot po shkoj tani po futem. Se edhe mosha bën veten, se jemi më 20 vjeç që themi me dashuri dhe naivitet po shkoj po i futem. Kështu që nuk është se s'po e mendojmë, por po e mendojmë shumë mirë. Kjo ndoshta edhe na ngadalson pak në vendimarrje, po ky është fakt, nuk mund të hedhim poshtë familjet tona dhe vetëm shkojmë bëjmë heroizëm. Flori, më lejo një gjë do kisha shtuar këtu, pavarësisht se jam antar i diasporës për Shqipërinë e Lirë, a nuk mendon se është tani, si më thon, koha për të njëjtën kauzë me vu pak në lëvizje do të thonë një farë vale të re të kërkuarit. Okej, e gjitha ajo që është botëri tani është masive dhe mbi bazën e asaj me vendos me shtu diçka tjetër mbi to, e kuptoj që të rritet amplituda gjithmonë më shumë, e di? Patjetër që është. Është tamam momenti për ta bërë atë. Është tamam momenti dhe mund këto 2 javë, megjithëse nuk e di se kom pa shumë këtë në përgjithësi këtë që ta përkrahin, si më thon njerëzit, idenë që duhet me bëu diçka pak më tepër tani, po s'e di asun se çfarë mund të bëjmë. Unë ka gjithë këtë kohë që po vi vërdall, po s'po më del në menjës, në plan i hajrit që mund ta realizojmë. Tani çana ka ngel më e madhja është e para të cilë një argumentim të plot sepse zgjedhjet e tjera pa votin antikushtetuese. Siç kemi folë në grup vote, kemi konsideruar Strasburgun, kemi folë atje, problemi që Strasburgu vjen në linjë vetëm post factum, që i thënë, vetëm mbasi ndodh, pra vetëm nëse ndodh në fund që diaspora nuk voton. Plan B e kemi. Ajo është, pra, po ne s'ose na intereson të marrim një dëmshmëri personale, ne intereson të votoj diaspora, e para kjo. E dyta, me shku me bëj kështu i protestë për shembull në Tiranë. Po protestë patjetër, po jo protestë me i shkul dhëmbët, jo protestë 2 orë dhe pra të realizojmë diçka me vërtet madhore. Por një gjë që ne kemi bërë aty që ti je ndjeni, domethënë, para ca ditësh ti komision dialogut për Fshizon Nikolla, kështu i çum një letër të fortë që i tham shikoni, jeni në shkelje të kësaj, ka kaq ditë dhe prej tani e tutje, çdo mos përgjigje nga ana juaj do përdorë për naming and shaming, pra do t'ju bim personalisht, sepse jeni disa persona me emër që jeni në ato komisione, s'po bëni asnjë gjë. Nuk mund të fshiheni pas ka një ngërç politik. Ka ngërç, hajde zgjidhe, bë ç'a dush. Po jo mos u ka ke detyrë mos, pranaj je kryetar i parlamentit mo. Do të facilitosh dialogun, po. M'falni, kur fola për politikë, Florian, është pikërisht këto lloj detaje. Po. I thoni dikujt që shiko se po nuk veprove, ne do të shkojmë për ne me shenjë. Kjo për mua është një akt politik dhe jep sinjale të qarta dhe të drejta. Unë po e zbuloj profilin tënd, besoj që mund të drejtohem me ti. Patjetër mund të shesh më bet. As pak faqen diaspora është e pamundur që nuk e kam pas në feedbackun tim. Ekziston ajo që thaj ti që është bllokazh dhe gjitha këto, por sinjalet e tilla për mua janë inkurajuese dhe një moment apo një tjetër do ta zhbllokojnë këtë mungesën e vizibilitetit. Vepër. Dhe një sugjerim për një hap të madh. Ju kujtoj që për gjatë kohës Covidit njerëzit kanë bërë dreka e darka me Zoom, kanë bërë dasma me Zoom. Kështu që
Mendojeni, nuk e di, mendojeni një fotografi të madhe me fond 3-4 mijë shqiptarë që janë të lidhur në Zoom, unë nuk e quaj të pavlerë. Database besoj e keni aty me 11.000 anëtar. Shumë e vlerë. Sot për shembull kemi marrë një aksion që të paktën këta që janë të ky komisioni dialogut, që e kanë për detyrë atë reformë zgjedhore ku nga më kryesorët është vendimi i gjykatës kushtetuese, ne do t'i bëjmë këtë, për ditë besoj do ketë postime për ata duke i thënë, ore, kaloj edhe një ditë, s'keni bërë asgjë, kaloj edhe një ditë, në çdo dalje mediatike t'i bim, sepse ndoshta po t'i kapësh personalisht, ato do mbajnë kosto politike dhe ne këtë i kemi përmend letër. Do keni ju personalisht kosto politike si njerëz që nuk reaguan fare kur kishin për të reaguar. Edhe pastaj çdo ndihmë çuna goca këtu, çaj ju vjen mend edhe nga ana juaj, ne kemi nevojë për ndihmë gjithë, se kjo është çështje na përket gjithëve. Domethënë edhe nëse do një aksion personal ta marrësh apo me një grup që keti atje, ku dëgjoj? Jemi të mirëprit. Unë mendoj Haçkaj se këto thjesht juve po ju vënojnë edhe kur vin koha që zoni diasporës të ngjohet edhe të mbrin në atë diskursin publik që do vi, besoj, atëherë ato do dalin me strategjinë tjetër që ku do thojnë do përpiqen me delegitimu vetë votën e diasporës, do përpiqen me bë bishta, sepse janë mjeshtrat kësaj punet. Edhe unë kisha thënë që polarizimi i marrëdhënieve mes diasporë qeveri vetëm thjesht i përshpejton gjanat derisa të mrritë ajo pikë. Do të jetë për plasje frontale, nëse e kuptoj saktë, pra për t'i ra kokës. Duhet jo, nuk është puna se juve thjesht po vononi të pashmangshëm, sepse ato nuk kanë ju avan votën e diasporës. Jo, shikoj se këtu ka ndryshim të madh. Domethënë ne si diasporë shqiptare me fitoren e gjykatë kushtetuese, ne tashmë jemi fitues. Problemi është që ne s'knaqemi me këtë fitore, ne duam të realizohet realisht, se sot që prej atij vendimi topi është vetëm tek partitë politike, vetëm tek kuvendi. Ato e kanë turpin. Ne thjesht jemi të fokusuar ta zgjidhim, nuk na kënaq ajo fitore, por ato e kanë turpin që nuk po e bëjnë këtë. Dhe neve vim dhe njëherë ajo që nuk shikohet aksionet tona, por ne s'kemi ndaluar asnjëherë duke ngritur zërin, duke dalë për debate, duke i shkruajtur letra, duke i taku. E di çfarë ndodhi, po e them këtë me Nikollën se më dot. Me zonë Nikolla. Një që ishte në Tiranë, se unë shkoj për 2 ditë me punë, me probleme familjare, gjetë kohë takoj to. Dhe i them, mund ta takoj zonë Nikolla sepse doja të jep një mesazh të fortë, edhe mundësisht ta regjistroj, i thëja, shikoj, jeni përgjegjëse si drejtuese parlamentit e tjerë, më kthem përgjigje ai personi që do organizojnë takimin, pjesë e stafit vet. Thotë zonja Nikolla këshillon të takosh Gjignurin. O zotri thash unë s'po e takoj zonë Nikolla si anëtar e PS-s, po e takoj sekretar e parlamentit. Domethënë e kapin logjikën që ato edhe ndonjëherë në atë jetën e përditshme as nuk din ta identifikojnë, ta ndajnë veten nga partia. Ti je kryetar i parlamentit, më ke përgjegjësi personale, madje mban dhe përgjegjësi penale nëse një vendim gjykatës kushtetuese nuk zbatohet nga parlamenti, dhe ajo të çon shko takon këtë përfaqësuesin e partisë sot. Kuptosh, nuk e di, më duket e pashpjegueshme kjo, se di si ju duket ju që nuk arrin ta bëjnë ndarjen. Shqiptar thonë ju ka bë ves. Ju ka bë ves pra ves, po e ka janë dhe me shkrime këto veset. Kështu që gjitha dhe e përdorin. Megjithatë, hajde gjejmë strategji, çat keni ide, shkruhemi, mbajmë kontakt me njëri tjetrin, t'i japni dorë ose ngrini zërin. E di çfarë një ide që po e sjell këtu që ne kemi thënë, kemi stër thënë, por sa duket zëri jo nuk dëgjohet. Kushdo nga ne këtu që e dëgjon këtë mesazh, le t'i çojë 2 emaila. Një ambasadës shqiptare në vendin ku jetoni dhe një nëse keni shtetësinë aty vendi ku jetoni, e zëm ti në Francë mund të kesh shtetësinë franceze, ambasadorit francez në Shqipëri, sepse sa më shumë shtetas me 2 shtetësi që jetojnë këto vende, ti çojnë ambasadorëve që jetojnë në Shqipëri, përfaqësuesve në Shqipëri, që nuk po zbatohet ky vendim gjykatës kushtetuese, ky është shteti i drejtës e tjerë, janë argumente që ne kemi thënë dhe publikisht që fare mirë mund të bëhen në një formë draft emaili dhe ti çohen. Ata janë të detyruar të ankohen qeverisë shqiptare, se vota diasporës është pra demokratizimi i votës është edhe pjesë e integrimit shqiptar në BE. Pra luajeni dhe këtë kartë, thuajani dhe miqve tuaj, se nganjëherë dhe ne i harrojmë këto, por që i kemi thënë, i kemi thënë publikisht, email, copy paste, çoja 100 veta, të 100 ja çojnë ambasadorit, them shikoj, s'po zbatojnë vendimin, kanë kalu kaq ditë, faqja votadiasporës.com i jep gjithë informacionet sa ditë ka që ka kalu,
vendim gjykatës, ndërkohë projektligjin na kemi bërë gati. Kështu që mendojnë këto janë aksione që do na ndihmonin shumë kauzën. Po, faleminderit edhe herë gjithëve. Unë them që tani ta mbyllim. Pak a shumë besoj i konkludum disa gjëra që kishim të thonë. Me Flor ka gjatë s'kemi folë në herë bashkë, as kur jemi taku. Po rrofsh. Të bëj një pyetje Zoti shumë Hashka, ju shkurtër. duhet vini më shpesh në këto space. Ja, unë me kënaqësi më të madhe, po të zoti Haçka nuk vi, thy Flori. Mirë, Flori, duhet vish, besoj duhet vish të paktën një herë në muaj. Me shumë kënaqësi më madhe. Unë si kam thënë një herë jo intervista me thënë drejtën, sepse mendoj që janë platforma aq më tepër këto që flasin me ju, nuk flasin me gazetarë që ndoshta i kanë dhe pyetjet e shkrytme. Sido që duhet të jemi real, na kanë dhënë goxha hapësirë, të paktën deri tani. Këtu në Space para ta takuar Ildën Flor, tu bëj një bisedë me Arlin Qorin. Edhe pastaj nuk e di, e pash që kishte profil aktivisti e kështu, e pash çfarë bote. Edhe i ditë që qellovan në Shqipëri, thasha do vish bëjmë në një protest bashkë në kështu, edhe bom një herë në arrestuan atje. Pastaj bom prapë e kështu. Nejse, po du të them që këtu taku, do thonë është vend interesant Twitteri sepse ka më shumë demokraci se Facebooku si algoritëm. E vërtet. Që kur ka ble Elon Musk, pa diskutim, ka ndryshuar. Super, unë ju falenderoj, po Ariona se ç'kishte diçka të fundit. Florian, një pyetje të fundit, po. Sa i përket diasporës për votë në lirë dhe se përmendet shumë për sorset e këto. Keni çfarë ligjore keni edhe jeni kështu eligible për fonde në Bashkimi Evropian që se ju japin gjithë tireve NGO për çështje dhe më pak si ta them të rëndësishme. Është pyetje fantastike, duket që ti ke eksperiencë. Ne jemi të regjistruar si organizatë ndërkombëtare me qendër në Zvicër, me që këtu filloi. Ky është i vetmi entitet ligjor që kemi sot. Kështu që nuk jemi eligible për fondet të BE-s, sepse jemi të regjistruar në Zvicër. Po mundohemi të hapim një qendër në Shqipëri, e para për ta lidhur dhe pak më shumë me terrenin, dhe e dyta dhe për të pasur mundësi që gjërat i bëjmë më strukturuar. Edhe në Gjermani, Flora, apo jo? Po Gjermania është dytësore, parësore është Shqipëria në kuptimin që të jetë atje dhe të ketë me vërtet profesi, ndoshta arbër se sa disa herë të fundit, po për t'ju dhënë një shembull se sa e duam në Shqipërinë përveç votës. Grupi i energjisë dhe ambientit ka marrë përsipër çështjen e lumit ishëm ta çoj përpara dhe me çështje gjyqësore dhe me çështje mediatike, sepse lumi i ishmit është ai lum që sot ndot 1 milion shqiptar. Pra, rrjedh nga aty ku rrjedh i pastër dhe kur derdhet ndet, përveç ndotjeve fekale, urave të zeza etj, përmban edhe të gjithë daljet industriale të pafiltruara që dalin nga zona industriale që shkon në atë drejtim. Dhe këtu ka një projekt se ne gjitha shko Shqipëri hap peshk freskët. Po peshku freskët, po kur ajo zona aty, për shumë kemi Lulzim Bauman që është aktivist fantastik i kësaj çështje. Ai thot ajo zona aty dalin këto nivelet e aluminit e çfarë këto dalin nga 3 fish më të larta se dres. Dhe po dhe këtu vjen çështja e korrupsionit, se nuk është vetëm çështje mos kujdesi. Një analizë 70 milion euro ka dhënë një fond japonez, më duket, apo qeveria japoneze para disa viteve, si puna e incineratorëve, dhe nuk është ndërtu. Fondet kanë hipur, nuk është ndërtu. Kështu që du me thënë që aktivizmi jonë shkon për te votës diasporës. Kapim çështje ku themi këtu me vërtet mund të kemi një impakt, hajde të çojmë përpara. Se shumë me gur ka për të bë kalaja. Tash Flori i bën më shumë kështu reklam organizatës së tij se sa vetes. Nuk jam unë, është organizata, janë njerëzit. Çfarë do isha unë për organizatë? Mund të isha babi çunave të mi që jam shumë krenar, edhe kaq. Flora, a keni eksperta, Flora? Keni njerëz cilët janë eksperta në politikë ose diçka të tillë, se ato kanë endrifugën për shembull. A keni unë a keni anti-endrifugë? Ne na bë vet. Jo, si tek eksperta po mundohemi vet. Tek ekspertiza politike ne gjithmonë kërkojmë ndihmë. Themi kush ka mundësi të na ndihmojë të vi. Por për sa kohë çështjet tona janë të sinqerta dhe kapim 5 çështje, me ato merremi, në mënyrë sinqert nuk kemi as nevojë për ekspertizë.
sepse kur ti flet nga zemra, i bën planet, pastaj për ekspert politik kemi në lëvizje, kemi profesor në Amerikë, Duhet dhe profesor në ekspert për Gjermani. shumë për mjedisin, si keni bëj ju atë. Po kemi grupe puna më. Është grupi i energjisë të ambientit është grupi mrekullueshëm, dhe këtu është thirrja edhe për inxhinierë që duan të aktivizohen. Ne kështu funksionojmë me grupe pune. Ka ulje ngritje, ka njerëz që një herë japin shumë, pastaj bin qetësi. Kemi profesor për shumë në Amerikë, tani është bërë prind, ai ka thonë Flor, s'ka mundësi, po shkëputëm për sa kohësh, mos jemi prit, se çdo gjë është vullnetare. Po që i kemi këto ekspertizë. Politik s'kemi marrë në një, sepse s'kemi as resurse as një gjë. Po deri tani besoj se kemi bërë një punë paqme. Gjithmonë ka mundësi për përmirësim, po ja kemi arrit deri disi të jemi të artikuluar në lëvizje. Bukur. Faleminderit shumë Flori që gjete kohën si i ftuam sot. Faleminderit edhe gjithëve që erdhën për të dëgjuar edhe për të bërë pyetje po edhe për të folë. Shumë faleminderit. Jakupin që na tregoi historinë e Jakub Poshpadhës. Dhe shpresoj të jemi prapë. Do bëjmë një herë tjetër space prapë. Faleminderit shumë edhe Arber, kena bëj gabim sot se kemi çuar te grupi kryesor këtë ftesë. Nuk e çova unë atje? Aty sa heq njëri. Faleminderit gjithëve për pyetjet. Shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe për neve, edhe për mua. Hajde, natën gjithëve. Natë në mirë.